Për herë të parë në televizion, fal inteligjencës artificiale, Erion Velia nga Qelia do të flasë për Frontline. Betejë e tij me drejtësinë dhe si po I përballon akuzat. Pse Velia I flet për një proces të montuar ndaj tij? Çfarë do të ndodhë me rekursin e 11 marsit dhe si do të kontribuojë në zgjedhjet e 11 majit? Si janë orët e izolimit në Qeli? Përgjigjet sonte kryebashkiaku Erion Veliaj për gazetaren Marcela Karapanço. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Report TV, mirë se vini në Frontline si çdo të njëjtë në orën 21:00 jemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë dhe çdo të martë në orën 18:30 me Frontline Interview. Sot Frontline kemi një intervistë ekskluzive pas 3 javësh qëndrimi dhe izolimi në Qeli të paraburgimit. Erion Veliaj flet në Frontline për një sër çështjesh më delikatet me së cilave edhe për mundësitë e arratisjes së tij. Është folur shpesh këto ditë që mund të ketë pasur një plan të arratisjes së tij, por ai kundërpërgjigjet dhe jep shpjegime përmes intervistës që do ta ndjekim në 2 pjesë, një intervistë ekskluzive që në fakt ndryshe nga intervistat që kemi pasur mundësi të zhvillojmë edhe me eksponentë të tjerë të politikës, të cilët janë pas dyerve të burgut, duket se kjo e sotshmja do të ketë një gjë të veçantë që patjetër do të mbaj të mbërthyer në Frontline në 2 pjesët e saj, sepse një gjithë intervista është ndarë në 2 momente kulmore, ku ka pyetje përgjigje për kryetarin e bashkisë Erion Veliaj. Bëhet fjalë për një intervistë e cila është mundësuar nga kompania NIV, kompania më e madhe gjigande në Shqipëri, vetmja e cila mundëson jo vetëm gjenerimin e zërit për këtë intervistë, por Erion Veliaj sot, drejt për së drejti nga Qelia e Burgut, do të vi në ekranin e Report TV edhe përmes figurës dhe avatarit. Kjo gjë është mundësuar nga kompania NIV dhe do doja që menjëherë t'ju ftoj të ndjekim pjesën e parë të intervistës zhvilluar nga Qelia me Erion Veliaj. Përshëndetje zoti Veliaj, kanë kaluar 3 javë nga izolimi juaj në Qeli. Si I përgjigjeni të gjitha atyre që në fakt ju rreshtojnë në të njëjtën anë me Sali Berishën, me Ilir Metën, që edhe ju sulmoni spakun? A nuk ishte reforma në drejtësi, karta për të cilën bërtiste më shumë Partia Socialiste? Jam larg Saliut dhe Metës sa Teniani nga djalli. As kam pasur bloqe për të vrarë 4 vetë me plumba në mish në 21 janar. As kam pasur djalë të pjekë të gjallë 26 vetë në Gërdec. Pik, diferencë e madhe kjo. Partia Socialiste nuk bërtet se kjo e jona nuk është parti tallagjare. Patjetër, ndjemi mirë që vendi ka një drejtësi të pavarur. Tani, duhet parë si penetrua në majën e drejtësisë jurist me pesa me licencë noteri nga babi e emërim si prokuror nga e shoqja. Ky është një abuzim me besimin që Partia Socialiste I dha sistemit, dhe kjo meriton reflektim. Janë prishur ligjet e fizikës. Tipikisht, ajka ri lart e lumi poshtë. Këtu lumi me pesa është lart, e ajka me dieta ose ka dalë nga sistemi, ose është në burg. A është në konflikt interesi prokurori Olzdado me ju, zoti Veliaj, dhe pse nuk keni reaguar për sa kohë gjithë të muaj e gjithë çështja ka qenë në hetim? Olzdado është në konflikt interesi 24 orë në 24. Ka kërkuar si gopsek I pangopur metra shtesë që nuk I takojnë dhe nuk I ka marrë. Unë më mirë bëj burg të padrejt se të shkel ligjin që Olsi të marrë kate shtesë që nuk I takojnë te rruga e Kavajës. S'kam reaguar për një vit hetim, po unë jam shpallur në hetim ditën që jam ndaluar. Olsi Leçari, as nuk e regjistroi emrin, as veprën, si të reagoja në parathënie. Më akuzon Nesti Angoni që se ekziston, më shpallin I dënuar, që në faqen e parë të dosjes dhe më thon nuk pendohet. Në faqen e fundit, kujt politikani tjetër I është bërë 20 vjet vetting beach bas, nga 24 deri në 44 vjet. A ka pasur më herët komunikime ndërpersonale mes jush dhe zotit Dado? Po, ka pasur komunikime, e pranoj edhe vetë në sang, siç pranoj edhe se ta tregoj unë ty, e di ku vete. Ku është parë kjo që një noter nga babi me pesa, gdhijet prokuror nga krevati dhe I thot kryetarit të bashkisë, ta tregoj unë ty që s'më dhe metrat e babëzisë së madhe. Kush është Nesti Angoni sipas Erion Veliajt? Nesti Angoni, kjo s'ka fare rëndësi, mund të jetë një sajese vetë, këtyre që hesapet personale I lajnë me vurën e logon e shtetit, si kam bërë kur kujt keq. Jam zgjuar çdo mëngjes, këto vite, që të bëj mirë, të bëj çdo ditë një shkollë, një kopësht, një çerdhe, një park, një rrugë, një shesh, një qendër sociale. Së mbaj mend të kem pushuar një fundjavë, I kam rënë në qafë familjes sime,
si të ndihmoja mira njerëz sa kam pasur mundësi, por Nesti Angoni e Ols Dado janë të pangopur, si ja kam dalë tingi me sa duket, por kjo nuk është më e rëndësishmja. Sot në SPAK ka edhe 2 kallëzime të tjera nga Nesti Angoni dhe bravo, i qoftë për sa kohë kaloi e para tani u normalizua. Ekzekutimi publik i kundërshtarit me letra anonime e vetting pa ligj për 20 vite shat 1300 ditë të jetës së njeriu. Pse nuk e keni përmendur asnjëherë Altin Tumanin në reagimet tuaja? Sepse ende lus Perëndin që një ditë do kuptoj se si po përdoret nga varësësit mediokër e hakmarrës për hesapet e tyre personale, po e përdori si Pilatin për Barab. Zoti e ndriçoft. Si qëndron e vërteta e një aratisje të mundshme apo mundësisë për të prishur provat nga ana juaj për cilën po flitet së fundmi? Far aratisje. Isha në Gjermani më 6 dhjetor dhe erdha. Në SBA në 31 dhjetor dhe 21 janar dhe erdha. 3 herë kam provuar se as iki as tutem nga ky persekutim. Cilat prova do prish? Këtu prova quhen lodrat e djalit. I ka Olsi, të luaj gjithë ditën si kalama me Lego. Prov quhet Instagrami. Aty i ka. Kjo është çmenduri. Një ndërtues i babzitur po bën lolo gjithë sistemin e drejtësisë. Mirë, ndoqëm intervistën ekskluzive në Frontline përmes NIV, kompanisë e cila ka inteligjencën artificiale dhe që ka mundësuar avatarin e Erion Veliaj, që nga qelia, kur pyetjet janë dërguar me shkrim në fakt, të vinë dhe të shfaqen në këtë formë të rësisht të teknologjisë së fundit përmes teknologjisë inteligjencës artificiale dhe të visë bashku me zërin e gjeneruar në program. Prezantoj me një herë të ftuarit në studio me mua, më është bashkuar zoti Ervin Karanda, ish prokuror. Faleminderit, mirë se vjen në shkënaqësi. Faleminderit. Gjithashtu në panel, faleminderit zoti Valteri që jeni në Frontline, në shkënaqësi. Kënaqësia gjitha ime. Edmond Petraj, faleminderit, mirë se vjen në Frontline, në shkënaqësi. Vala, faleminderit, mirë se vjen në Frontline, në shkënaqësi. Gjithashtu në studio na është bashkuar edhe Flogert Muça, faleminderit nga Lexo.al, kënaqësi. Faleminderit ty. Në lidhje Skype për diskutuar për këtë intervistë ekskluzive që vjen në Frontline nga Erion Veliaj, kemi edhe juristin ton Kreshnik Spahiu, të cilin do doja t'i uroja mirëmbrëma. Kreshnik, mirëmbrëma, faleminderit, mirë se bashkohesh Frontline për sonte. Faleminderit. Me që se jemi së bashku, të lutem do ta marrë me një herë nga ty një koment shumë të shpejt për intervistën e Veliajt. Duke që qëndron ende me batutat edhe me të gjithë deklaratat e forta ndaj drejtësisë, më trego pak çfarë përshtypje të dha një intervistë e tillë edhe e para ekskluzive që vjen në këtë format në një ekran shqiptar. E para dua t'ju komplementoj për mënyrën teknike të realizimit të një interviste, e cila padyshim që merr vlerë sepse edhe për shkak sepse në ditët në vijim do ketë një proces gjyqësor i cili do të marrë në shqyrtim apelin e zhvilluar nga Erion Veliaj, nga kryetari i bashkisë, i cili është ende në detyrë. Në detyrë për ende në një pozicion që prezumohet ligjërisht i pafajshëm. Sepse në pozicionin e tij është detyrës, por izoluar. Izoluar. Pritet që të ketë surpriza në seancën gjyqësore dhe strategjia e mbrojtjes padyshim justifikon edhe mjetet në cilat zoti Velia po përdor. Ajo çfarë di të them është që sot as zoti Velia, as në media, as prokurorët nuk janë duke shurtuar fajësinë apo pafajësinë e Erion Veliajs. Jemi larg asaj që quhet kalim i çështjes për gjykim. Zoti Velia është ende nën hetim, pra nuk kemi ende një akuzë të përfunduar nga prokuroria dhe një dosje që të kalojë për gjykim. Jemi ende në fazën e dyshimeve të arsyeshme, të cilat kanë çuar në masën e sigurimit. Ajo çfarë në fakt do të pritet në ditët në vijim, është një betejë e cila jo për të treguar që ka apo jo prova, jo për të treguar që kemi një njeri të fajshëm apo të pafajshëm, por një betejë ligjore për të provuar nëse masa e arrestit me burg është apo jo në përshtatshmëri, në përputhje. Është një masë e ligjshme apo është një masë represive? Është një masë që gjykata e justifikon dhe i përmbahet atyre standardeve të kërkuara nga kodi i procedurës penale. Do ta diskutojmë këtë sepse edhe zoti Veliaj flet për 11 marsin, po.
gjykata ka detyrimin përpara se të marrë verdiktin për të lënë në fuqi masën e arrestit me burg, të arsyetoj pse masat e tjera shtrënguese që parashikon kodi procedurës penale, që janë arresti shtëpiak, apo detyrimi për paraqitje, nuk janë aplikuar, apo garanci pasurore, apo kaucioni, duhet të arsyetoj pse nuk aplikohen dhe pse rrezikshmëria e Erion Velis është aq e lartë sa vetëm burgu mundet të sigurojë një hetim normal. Pra, duhet kuptojnë që ky është thelbi i këtij debati sot. Ne nuk mund të jemi një gjykat, as apeli, as gjykatë e lartë, që të marrim shërtim provat sot, të cilat kanë dalë në ankandin mediatik, kaq euro bën fustani, kaq euro bëjnë këto, sepse nëse do i hyjmë në këtë analizë, jo, se nuk do bëjmë as prokurorin e gjyqtarin, e drejtë. Jo, po i bie të jemi 2 vjet përpara, sepse procesi gjyqësor mund të jetë pas 2 vjetësh. Mos harrem, Sali Berisha përpara 3 vjetësh u vun hetim, çështja s'ka shkuar për gjykim akoma. Pra, ne nuk mund të bëjmë gjykatën e vitit 2028 sot. Ne jemi për diskutu masën e sigurimit dhe presim që gjykata të shprehet se masa e arrestit me burg që nga më e lishmja, më e arsyetueshmja dhe më e përshtatshmja për Erion Velin. E qartë. Okej, faleminderit Krishtin për këtë vendim të parë. Zoti Karandxa, për ju? Duke nisur dhe nga ajo çfarë thot zoti Veliaj, që ka dhe 2 ankesa të tjera, 2 ankimime të tjera nga Nesti Angoni që rrezikojnë flitet për më shumë se 20 vite. Edhe nga pjesa procedurale dhe ligjore mund të na shpjegoni pak më tepër. Si duket, Nesti Angoni që ka shumë aktiv, domethënë, jo vetëm me këtë rast, por edhe shumë raste tjera, si duket është një person që është afër, që e njeh mirë zotin Velie, domethënë. Në lidhje me këto pretendimet e zotit Velie, domethënë që flitet jo me licencë noterie, emëruar nga babi etj. Si dhe përsa i përket pretendimit në lidhje me pallatin që është ndërtuar, zoti Velie i sugjerojmë domethënë që të bëj kërkesë për përjashtimin e prokurorit në rast se e çmon vetë se prokurori është i paanshëm. Që mund t'i deklaroj dhe me prova këto, mund të paraqes prova ndaj trupit gjykues për ta përjashtuar. Pallati që është ndërtuar është dhe afër ish film që është luajtur ai filmi ajo Sulkuqe mbi mure pranë sterës Vërfnjore për koincidencë, sepse aty ka qenë që është luajtur filmi. Tani Velie pretendon një konflikt. Pallati ka dashur të jetë 2 kate dhe ka pasur. Dhe që nuk e ka dhënë, dhe nga këtu thoni ju prokuror. Atë telefonin ai mund ta printoj telefonin dhe kërkoj përjashtimin e prokurorit. E dyta, edhe në lidhje me këtë licencën e noterit që pretendon që nuk plotëson kriteret për prokuror, ky mund t'i drejtohet KLP-s ose ILD-s për të marrë masat për mbarimin e mandatit prokurorit. Nasi po e shihni sigur që apo flasin më që Velia po i mban. Mbrojtja mediatike është tjetër, por kurse mbrojtja ligjore është tjetër. Pra ti do t'i drejtohesh organit kompetent që të kërkosh mbarimin e mandatit dhe të kërkosh dhe zëvendësimin e prokurorit kur ka rastet e konfliktit të interesit. Mbrojtja publike, se kjo domethënë është mbrojtje për publike që domethënë i kanë bërë dhe anëtarët e partisë, domethënë që e kanë mbështetur. Në lidhje me masën e sigurimit. Lidhje me masën e sigurimit. Masa e sigurimit jo vetëm për Erion Velin, por edhe për shumë persona të tjerë. Spaku dhe prokuroritë e tjera dhe gjykatët, jo vetëm Spaku, janë shumë represiv. Përmendin dhe rastin e fundit që edhe gjykata e Strasburgut, rasti i Thoma Gëllçit, dhe gjykata e Strasburgut thotë është shumë represiv. Pra ka ardhur koha dhe ne të ndryshojmë praktikën. Kjo praktikë është krijuar në vite. Ka pasur disa ndërkombëtarë që kanë asistuar Spakun, që e dim vetë, dhe këta ndërkombëtarë që ne nuk e dim se kush janë, sepse si rregull ai që prezantohet jam ky dhe jap këtë menim. Në vendet e tyre për shembull, në vendet e tyre, këta kanë krejt praktika të ndryshme. Për shembull, qoftë kryetari i Bashkisë New Yorkut është hetuar në gjendje të lirë, qoftë kryetari i Bashkisë Parisit, Berlusconi dhe shumë raste tjera. Ndërkombëtarët në vendin e vet mbajnë praktika të tjera, kurse këtu bëjnë na hiqen si leninist, kuptimin? Në burg, domethënë pak a shumë me metoda bolshevike.
ka ardhur koha dhe SPAK-u ndryshoi praktikën. Nuk mund të them që rasti Veliajt, domethënë, është bërë përjashtim për Velia, po edhe për të tjerët, jo vetëm për Velia, duhet ndryshoj sepse arresti në burg vendoset. Pra, ju mendoni që 11 mars mendimi mund të ketë një personal, një ndryshim. duke pasur parasysh rrezikshmërinë e veprës dhe të autorit, kohën e kryerjes veprës, se vepra është kryer para 5 vjetësh. Personalitetin, mendoj që ka vend për masë tjera, sepse e tham, arresti në burg është kur çdo masë tjetër është e papërshtatshme. Neve gjithmonë shkojmë te arresti. Jo vetëm për, domethënë që të mos merremi vetëm rastin e Velie, por edhe qytetarët e tjerë që për një rronjë ash janë mush burgjet, ose për një blerje të simuluar, ka shku punojnë si policisë, i ka shit drogë, janë mush burgjet plot. Pra neve duhet të heqim dorë nga metodat bolshevike. Pra duhet të heqim dorë që ka dhe masa tjera, ka dhe në gjendje të tjera, siç bëhet edhe në Perëndim. Dhe nuk është gjë e rradhë, për shembull, se janë raste praktike ke Berlusconi kemi të bëjmë me rast flagrance, apo jo, zoti Karandxa, që mund të aplikojë menjëherë masa represive. Arresti flagrant gjithmonë vlerësohet brenda 48 orëve në gjykatë. Konstatojmë në rastin konkret ka ndodhur vepra para disa kohësh. E kuptoj. Pra nuk kemi para gjendjes flagrancës, kemi caktim masë sigurimi. Dhe masa sigurimit, një nga rastet në 230, se të mos i bëjë se kolegët e din në 230 mos e bëjë, është që arresti në burg vendoset kur çdo masë është e papërshtatshme. Kur janë ezauruar të gjitha masat. Po, dhe janë goxha masa tjera. Kemi një vendim të Strasburgut, Shqipëria po dënohet shumë herë Strasburg për këto masa bolshevike që apliko. E qartë. Valteri, e pyetja parë, kishte marrë malli për kryetarin? Po, pra këtë duhet të them. Na erdhi dhe në dita, fal teknologjisë, që ta shikojmë Lalierin virtualisht, dhe jo ta kemi aty ku e kanë mandatuar 168.000 shqiptar, vendin e punës, në krye të punëve të qytetit Tiranës, për shkak të standardit të pashkruar, ku dyshimi arsyeshëm të lënë mas siguria arrest me burg, pa akuzë dhe pa dhe një pretendë gjykata. Gjithsesi, jetojmë Shqipëri dhe do t'i provojmë gjitha këto lloj stilesh, se një vend që ka jetuar 48 vite në një sistemi komunist nuk i del e keqja pa kaluar dhe 48 tjera për ta shplar atë lum që ka marrë. Gjithsesi, ishte paranteza për Lalierin. Tani, zotin Veliaj, unë i kam bërë pyetje shumë të drejtë për drejta për të marrë dhe përgjigje që sigurisht zoti Veliaj i ka dhënë të drejtë për drejta. Plan për arratisje, i ka rrëzuar poshtë duke renditur 3 vendet ku ka qenë së fundmi. Si mund të arratiset Erion Veliaj ku lëviz çdo javë jashtë Shqipërisë dhe kthehet për të pasur për të qenë krye të punëve të Tiranës. Kuptoj, por nëse kemi si detyrim si media për të informuar të gjithë opinionin publik që ka disa fjalë, disa hipoteza që zoti Veliaj mund të ishte arratisur. Këto fjalë mund të ketë shkuar nes të Angoni dhe nes të Angonët të tjerë që kanë quar të gjitha punët. Veliaj u arratis njerë. U arratis njerë, apo, këtë pra. Për mediat është arratis, është hy, e kanë dënu, e kanë kap. Dhe dënimin në media ka marrë, Velieri. E ka dalë në konkluzion, qimi me qimat që janë vërdalë. Kanë dhënë dhe pretencën, kanë dhënë dhe gjykimin, kanë dhënë dhe vitet burg që do bëj. Jo, po, tani, vetë Veliaj numëron aty, se isha shumë e kujdesshme kur lexova dhe përgjigjet që më erdhen, 7.000 ditë të jetës time. Pra, nëse flasim edhe për 3 akuzat që zoti Veliaj thotë që janë shtuar nga Nesti Angoni 2 të tjera, edhe për Nesti Angoni. Çfarë i ndalon këta të avarin e Veliaj? Fal 7.300, se 300 është gati një vit. Të lutem, se kam diçka. Çfarë ndalon këta të avarin? Janë më shumë se 7.000. Se këta ndore kanë. Ta avarin, ta shkelin me makinë, ta kryqëzojnë, ta persekutojnë, unë them ta qenë spaqe Erionin këta. Se vetëm sistemi që ti dënoheshe për agitacion dhe propagandë, ose ti dënoheshe se ke pas të sharatisur daja, apo të sharatisur halla, mund të dënojnë këtë lloj gjëje, me letra anonime. Kryetari se çdo lloj mbrojtje që bëhet për Lalierin ose për quhet sikur është sul ndaj SPAK. Ja të shpjegoj diçka. Sot e kuptojmë standardi e dashur. Standardi, ajo që tha prokurori dhe që mund ta thonë kolegët që e din. Standardi ku ka dyshime të arsyeshme që ke kryer korrupsion, ka dyshime të arsyeshme që ke favorizuar X-in apo Y-in, nuk mund të jetë për një njeri i cili është mandatuar, është në krye të detyrës, nuk mund të jetë arrest me burg, kur ai nuk është njeri i cili
arratiset. Se 2 javë, 3 ditë më përpara ishte diku tjetër dhe u kthye, ose 4 ditë më përpara, ose 1 javë më përpara. Është njëri që minimalisht del 2 herë ose 3 herë në muaj jashtë Shqipërisë dhe kthehet për punë të tij. Është njëri i cili ti mund të kisha marrë masën detyrim paraqitje, dhe ai nëse s'paraqitej mund të shkonte në burg siç bëri Sali Berisha. Është njeriu i cili nuk të ka reaguar deri në momentin kur ti e ke arrestuar. Nuk ta ka anatemuar SPAK-u, nuk të ka anatemuar prokuror, nuk të ka bërë asnjë gjë. Po ti po e vë para gjotinës dhe nuk do të fliska për Olci Dadon apo kushdo Olc tjetër. Dhe ti thuash pasaj në dyrësirë... Vetëm për Olci Dadon, sepse unë e kam pyetur, pse nuk përmend Dumanin dhe a i pret edhe nga Dumani, në fakt që të ketë pak kohë reflektim për të kuptuar se çfarë bëjnë varëtësit e tij. Nuk e diun se çfarë pret. Duket që kjo është një përballje drejt për drejt, sepse të lutem, Margareta ta mbaroj deri në fund fjalën, të t'jap një përgjigje. Zoti prokurori ka kërkuar disa... Unë nuk jam avokati Erion Veliaj dhe nuk jam Erion Veliaj, që të di se çfarë pret avokati dhe çfarë pret Erion Veliaj. Ne po flasim për standardin. Ka mbi 4 ose 5 masa të tjera që mund të aplikohen përpara se të aplikosh arrestin me burg. Për këtë standard po flasim. Nuk po themi ne që Olci Dado dhe Dumani të bëj çfarë do Erion Veliaj me ta. Nuk e gjykojmë ne fajsin ose jo fajsin e tij. Ka gjykata, është GKK-ja, është gjykata e apelit, është gjykata e lartë, është Strasburgu në fund. Erion Veliaj ka rrugë të gjatë për t'u sqaruar me drejtësinë. Ne po flasim për një moment. Dhe ajo i takon vetëm Erion Veliaj dhe askujt tjetër. Sqarimi me drejtësinë i takon vetëm Erion Veliaj. Patjetër pra, edhe e ka bërë dhe bëm këtë përmes medjave dhe publikimit të standardi i përdorur dhe makutëria që mos t'i lejosh nënën, mos t'i lejosh familjen, mos t'i lejosh kolegët, mos t'i lejosh 1001 gjëra tjera, pastaj duhet të futemi tek gjëja personale. Dhe është ajo që thot zoti Karandxha, që ky zotëria ka gjithë drejtën e botës, gjithë drejtën që ja jep ligji, Zoti dhe Perëndia dhe gjithçka tjetër, që të kërkojë zëvendësimin atij prokurorit. Ka bime ai se vetëm është në kuadrin e të folurës tani me një fjalë dhe nuk ka filluar fare të veprojë. Nëse janë këto pretendime që ai ngre, pse si është drejtuar institucionit? Nuk e dim, ai është drejtuar apo jo. Ne nuk e dim atë. Po jo, se kjo është pyetja që ngrit edhe unë. Ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur. A është i vonuar në gjithë këtë proces? Jako Kervinin është pika kyçe. Nëse ti ke probleme me prokurorin, ke institucionin. Avokatët bëjnë kërkesën për largimin e prokurorit. Nëse është problemi për 1 sekondë ta mbaroj. Ta mbaroj, lutem. Po s'ka ku nuk është kot ta mbarosh më. A di pse? Se nuk shkon. Jo, a di pse është kot? Sepse i ka bërë kërkesën. Sepse ti mund ta bësh 1 sekondë, ja ka bërë kërkesën, duhet të mbështetur 1 sekondë. Duhet të mbështetur me prova. Nuk po them që flet kot avokati, se 1 sekondë, duhet të mbështetur. Po them që Erion Veliaj, avokatët e tij e kanë bërë kërkesën për plashtimin e prokurorit. Duhet mbështetur mbi prova. Se kanë bërë mirë do të thuash ti. Ka bërë, atë jap një informacion. Ja ta mbaroj, ka bërë kërkesë. Po mirë, ma folë ty tani. Edhe një herë, e ka bërë, çfarë rëndësie e ka, duhet ta bërë. Me të dyja Në institucionet. qoftë se ashtu, largimi Olci Dados atë nga ajo dosje e cila është bërë nga ata, nuk e shpëton nga ajo të cilin ai duhet të përballet. Dhe ky është problemi. Ma kupton? Pastaj nëse ka... Nuk kemi debat bashkë këtu, unë thjesht shtova një fakt për të thënë që thjesht ndjeni. E para, në qoftë se Altin Dumani e refuzon kërkesën e tij për largimin e prokurorit, ku duhet t'i drejtohet? Cilat janë instancat e tjera? Ka tjera. Pra, radha dihet se si bëhet. Në qoftë se ka probleme me prokurorin që thot ka bërë këtë apo ka bërë këtë, në këtë moment kemi të masë e sigurisë të gjykimi, avokat. Një sekundë, të lutem. Në momentin që i bën kallëzim prokurori largohet direkte. Qa, mua bete këtë po fliksi? Këtë po të themi. Nuk kemi arritur, jemi të masë e sigurisë, jo të gjykimin themel. Ore, një sekundë, ka 3 javë që vetëm po... Po e kanë bërë pra kërkesën. Ore, edhe njërë, aty flitet për konflikt interesi. E kanë bërë dhe në ILD dhe në KLP, këtë po të themi. Po se kanë ato më kërkesën e ka administratori, e ka Altin Dumani. Altin Dumani është prokuror në proces. Ore, po ja thot salë gjyqit Altin Dumanit. Që është konflikti, po ja thot salë gjyqit për ndjerë letrën. Po shtjetër gjëmë ajo, ne po flasim si procedohet, si institucion. Po i kanë bërë, pra i kanë bërë, avokatët i kanë bërë gjitha. Nuk besoj që Erion Veliaj ka avokat paftë. Për shembull, është pretenduar për një mesazh njoftimi në 12 natës, për shembull. Është lehtësisht i verifikueshëm, se është në telefone. Ndaj zonjës, apo jo? Se bashkë ato me një shtëpi ndaj... Në vigjilje të vitit të ri, Prokurorit, t'ju bëj një pyetje? Po më sa dush. Në qoftë se ti je në sallë gjyqit,
ti flet vetëm me gjyqtarin, nuk ke punë me të pandehurin apo me personin në hetim. Nesa, është tjetër gjë. Jo, kam i pyetje. Ajo është përdorim dhe tyre i pastër pasaj. Më falë, po në qoftë se ju si prokuror, ose unë si prokuror, jeti në hetim tani. Po, s'ka problem. Të kthehem unë ty, ta tregoj unë ty, e më the thash si çun lagje. Ti du t'jesh më prokuror, unë du t'jem më prokuror jytë? Prokurori duhet ruaj etikën. Dhe si që tha dhe zotëria që parë, ti e merë kryetarën e bashkisë të nderë. I ke heq lirin dhe një dhaf tepër do t'a durosh. Dakor pra. Se të shi ti po e fut në burg tjetër. Neve nga kanë sharë, nga kanë bo rezil fare, edhe nuk nga fol fare. Aje ka ndorë pra Ate, ose mate. Gjyqtari. Aje që ka ndorë. Ka pas raste, nga kanë marrë dosen nga tavolina, kemi qetësu njerëzit, ishe i agitun për momente. Edhe njërë, me këto që po themi neve, sot, në qoftë se dikush e dëgjon, ne ndihmojmë ato më dha, se si të veproj. Ai duhet veproj shpejt valla. Cili? Për para ankimimit, për para datës ankimimit. Të gjitha gjëra nuk duhet veproj shpejt. Po që frasin ne atë duhet ndihmojnë. Do të thonë, është dhe një pretendim violine, mos gaboj. Bëhet fjalë për violinë, këtë datë ke thonë kështu, më ke marrë në telefon, më ke bo këtë sjellja. Do prova konkrete në arsimit. Do prova, sepse nuk të justifikon. Të themi shkurtimisht edhe se çfarë është shprehur sot zoti Velia. Ja një sekond, ndaj bashkëshortes së tij. Në momentin e vigjilje të vitit të ri, një sekond, Valteri. Sot që flasim, data 11 pritet të vlerësohet për masën. Patjetër për masën. Nuk kanë nxjerrë atë këtë tjetër, ata kanë frikë nga këta më. Nëse ka frikë, kjo është e turpshme, është e frikshme pastaj. Kush ka turpshme, kush avokat? Lutem se ndonjë. Ose pretendoni që do dali në apel? Jo, jo, pretendojmë drejtësi, nëse dim atë. Avokat, lutem, kush ka frikë? Në momentin që kemi dy gjykatës, të gjykatës kushtetuese që janë përgjuar, nëse janë të vërtetë ato që fliten, është një sekond, është skandalisht më i madh. E para, e dyta, në qoftë se prokurori që mban përgjegjësinë për ndalimin e zotit Veliaj në apel, thot, unë e shikoj të papërshtatshme lirimin, sepse jemi në hetimin paraprak dhe argumenton faktet, ai gjyqtari do mbaj më shumë nga akuza sepse mbrojnë akuzën, më kupton apo jo? Dhe nuk është se e ndihmon kjo, problemi as largimi i Olsi Dados nuk e ndihmon. Problemi është do analizuar gjithë dosja. Gjithë dosja ku është bazuar. Të marrë atë eksperti financiar, të bëjë analizën financiare, të detajoj rastet e tjera. Se që kujtoni se mos është dosje kështu, akuzohet për pastrim parash, pastrim parave është elementi i fundit që duhet futur në një dosje, sepse fillojnë procedurat që nga tatimet administrative dhe pasaj del të pastrimi parave. Është një betej e jashtëzakonshme shifrash dhe analizash dhe letrash institucionesh për të arritur të pastrimi parave. Dhe jo si veprojnë këtu, se kam dhe një rast në Vlorë unë. Ai punëtor Llaçi atje ka bërë shtëpi në Vlorë, i ka sekuestruar një prokuror, një ish prokuror dhe një ish OPG, pronën ndërkohë që ai ishte punëtor dhe i kërkuan 50.000 euro dhe 2 apartamente. Po, ja më do ta marrësh vesh pas sa ditësh. Unë e kam si dosi. Është skandal mordi. Është skandal. Pra nuk kupton pastrimi parave është bërë. Nuk duhet të bërë që në fillim apo? Është bërë thesë shok. Nuk duhet bërë që në fillim. Madje shtoj edhe diçka më fal në atë që tha dhe avokati. Ka diçka që pastrimi parave, është element administrativ në fillim. Pastrimi parave, qëllimi ligjvënësit dhe konventa ndërkombëtare, që është një konvent e firmosur nga Shqipëria, ka qëllim parandalimi, nuk ka qëllim burgosje. Dhe që kuptoj me qëllim parandalimi, parat e ardhur nga krimit, konfiskohen dhe të kalojnë në favor të shtetit. Nuk ka qëllim të fusi njeri unë burg. Se i tishtë në burg ishte fut tek vepra mëm, ku ishte aty. Tu që bërë, tu apuzohet me paragrafën e 3 që është 15 vjetë minimalja, dhe i si me pas vrasje. Ky nen është abuziv. Nuk fillohet që aty Ervin, aty fillohet një tim... është abuziv më shok. Se... Marcela... Flogerti, po. Kalojnë në favor të shtetit dhe fut Robin ka vjetë para 15 vjetë. E qartë. Flogert? Kemi parasysh diçka që në qoftë se ka një arsye pse Erion Velia reagon, është kultura bolshevike që kemi ne si shoqëri. Që në momentin që dikush është i person në hetim, qoftë dhe i akuzuar, edhe pse Velia s'është rasti, shoqëria jonë e shpall të fajshë. Sigurisht me në krye politikën. Dhe mandej, kudo që shet debate publike, të duket sikur po bëhet një gjyq i madh. Ndërkohë që
njeriu që ka hallin, quhet Erion Veliaj. Dhe paragjykohet dhe pse ai zgjedh të mbrohet. Tani mbrojtja është të dy rrafsh. Rrafshi i parë është ai juridik, që sugjerimet, opinionet, debatet, përplasjet e ideve dhe interpretimet e Unë Ervini nuk folëm, me fjalë, ne jemi larg asaj të cilët ne pretendojmë. Edhe njërë, ne folëm për anën procedurale dhe si të veproj ai. Prandaj sot ky debat është konceptuar mes ligjorit dhe mediatikut. Unë nuk po i qaj hallin, le të mos veproj fare, se nëse mendon që Erion Veliaj është i pavë dhe ka i skuadër edhe njërë, e di pse themuna se ka për javë çdo ditë nga një status, e di pse themun ka çdo ditë nga një status. Dhe ky statusi më shumë defokuson besueshmërinë e tij. Ndërkohë që këto gjëra, nëse ai nuk i sankcionon në prova, o flagert, tani, ma kupto logjikën e kësaj. Po pra, po, zoti Veliaj është një person publik dhe një mirë informimi apo mbajtja korrente opinionit publik. Ti që je njohës i mirë i ligjit dhe i procedurave, ti ke dashamirësinë kur sheh një shkelje që është fenomen, nuk është vetëm Erion Veliaj, siç the edhe rastin tënd, ti thua që plaga është këtu dhe me që është ky zotria dhe çështja është kaq e madhe, hajde zgjidhim plagën e madhe, jo vetëm një personi, po sistemi. Nuk bëhet kjo pa ndërhyrë përsëri në kushtetutë. Kjo situatë nuk bëhet pa ndërhyrë në kushtetutë, sepse bën një reformë në drejtësi për të sjellë pa drejtësi. Mondi nuk e kam aty. Aq ishte historia. Po jo, pa drejtësia është sjellë për një person, për 10, për mënyrë preferenciale. Reforma në drejtësi u bë për qytetarët. Reforma në drejtësi nuk u bë për të hequr ca njerëz e për të vendosur ca njerëz. Kjo është historia. Marcela, të lutem, mund ta vazhdoj pak? Po, të lutem, po. Pra, unë thjesht po analizoj qëllimet e Erion Veliajt, as do i bëj avokatin, as prokurorin, se sapo thash që kjo kultura bolshevike do të marrë fund. Që dalin njerëzit në për sallë, në për banaqe dhe thonë ai korruptuari, ai ka atë prezumimin që tha. Ai është tifozullak pasaj. Po pra. Tani, jo, ajo që ne bëjmë, ne të dytë paktën edhe Anri, është të bëjmë pyetjet siç janë. Pyetjet siç janë dhe unë përpiqem. Etiketohet njësoj si Sali Berisha dhe Ilir Meta, është pyetja e parë që unë i kam bërë. Jo, pyetjet nuk diskutohet që janë shumë sakta. Unë them që unë sepse duke dalë në këtë krah dhe duke sulmuar spakun, çfarë fiton Erion Veliaj. Dhe ne përgjigjen e morëm përmes intervistës. Tani unë bëj analizën e qëllimeve të Erion Veliajt. Pra, çfarë qëllimi ka Erion Veliaj, dhe i them publikut, ja dekriptoj aq sa mundem. Pra, çfarë qëllimi ka Erion Veliaj që flet çdo 2 ditë ose çdo ditë në Facebook? Dhe arsyetimi im është ky, Mondi. I pari thash është juridiku, mbrojtja juridike që ai e bën atje, dhe mbrojtja e dytë është ajo publike, sepse Erion Veliaj e di, siç e dim gjithë ne, që është një person me një valencë jashtëzakonshme politike në Tiranë dhe në Shqipëri për Partinë Socialiste. Erion Veliaj mund të jetë me veten i bindur që do dali pa fajsh. Ashtu shprehet. Dhe nesër ai zotria, ai zotria, po, jo, po thjesht si puzzle i madh. Ai zotria punon sot për imazhin e tij nesër. Pra, çfarë bën Erion Veliaj sot është që siç do bëjnë avokatët ai vetë mbrojtjen e gjykat, bën mbrojtjen nga gjyqi publik që i bëhet këtu. Nuk është e ka të pamundur dalë nëpër studio televizive dhe bën reagimet e tij në Facebook. Dhe është në llogore ai tani. Ai është në luftën e tij dhe për imazhin politik dhe për fatin personal si baba, si bashkëshort, si fëmijë i dikujt. Kështu që kaq e thjesht është. Pastaj i marrim një për një. Ose mënyrën se si e bën mbrojtjen gjithsesi cili ka. E marrim një nga një atë. Patjetër. Është drejta veta bëj. Anërit lutem, si është gjithë situatë me Veliajn dhe përgjigjet që dha për intervistën e sotme. Situatën e para fare herë që do të bëj lidhjen është kjo pjesa e AI-t. Videos, ose paktën, ajo që shuam, video ishte interesante, goxha mirë, duke Veliaj sikur ishte, po ai te zëri më çedonte pak. Nuk kishte një përputhshmëri si thuar. Ishte sinkron me figurën. Jo, sinkron bashkë monitori këtu është pak më me sekondë. Përputhshmëria e zërit, jo. Gjashmëria e zërit. Pritet se do dalë vend tjetër se nuk e kam hallin e Erionit. Dëgjoj, tani neve nga burgu nuk e nxjerrim dot, por paktën neve sollëm në mënyrën më të mirë besoj përmes nivit të inteligjencës artificiale. Ama në media së fundi, ose të paktën prej ditësh, hidhet kështu në mexhlis sikur ajo audio e gjyqit të zotit Veliaj ishte e montuar. Ku në fakt, po të marrësh atë zërin
e zotit Po thua që Veli. video për pjesën e ndyrësirës. Isha me dalë vend tjetër. Okej, është bërë me AI, thua. Jo, nuk është bërë ajo me AI. Po? Kjo që u bë me AI duket qartë që nuk ka Po përputhshmëri. pra, është hedhur dyshim si kur ajo është e stisur. Këta të gazetarët, analistët që më shumë... Shiko si e ka puna atë, në qofë se unë me të vërtet do isha avokati tia. Unë do lëvizja me shpejtësi njërë. Marra mëndse. Po ta the, me shpejtësin e dritës. Me fjani, qofë se janë këto gjera, do t'i kapja zë për zë dhe do t'i gjeja elementet për t'i vën për balë, asaj gjë që ka ndodhur. O avokat, më të gjë. Nuk kemi pse i qaj malin e rion. Jo, mëse s'ka lidhje tani kjo. Më dëgjo pak. Edhe njerë, po... Ma le ta mbaroj fjalisë. Po flasim për disa elemento t'i janë rritë. Ore, ma le ta mbaroj fjalisë, keq kuptohesh. Nëse Erioni ka avokatët e dur, e ka gjithë mundësin t'i ketë. Nëse Erioni e kam mbështetjen e dur, e kam gjithë mundësin t'i ketë. Unë qaj halin e atyre të tjerve që kanë provuar këtë lloj dhune dhe terrori në përsalla gjykatës. Unë jam për këtë pjesë. Nuk më shqetëson mua... Të them unë për këtë. Prit, të lutem. Ja kush elementi. Elementi që unë qojtë më falë, në qofë se... Një minut vetëm të Dorianëri, të lutem. Në ke kupto dhe ma je plenë, dhe ti dhe floketi. Jo, vazhdo. Jo, po i thosha Marcelës. Ideja është kjo, në qofë se kjo audio, që është detyrim ligjor, që mbahet në seancë, është marrë konform rregullave nga seanca, dhe është nxjerrë audio seancës, dhe janë ato fjalë, dhe nëse ajo audio dhe video, se është edhe audio dhe video jo, aty, ke dhe audio, ke dhe video, dhe ajo merret dhe me dispozitiv dhe transkriptuar. Nëse do ishte mjaftueshme avokat vetëm për përjashtim të prokurorit. Patjetër, Marcela, dhe ajo ndyrësira që me zi dëgjohet, mjaftë të qosh shunave të regjis, ta që merë me audio, ti ndanë të gjitha zërët që janë aty dhe e nëzjeri fare kollaj, është punë amatoreske, mund të bëjë dhe unë, po do zjas më shumë, do zjas një orë më shumë se ata. Po nuk ka lidhje, ka pas, ajo, kisha fjallën në tjetër aspekt. Detyra e prokurorit është që ta duroj presionin të shes, ka pse të thotën fjallë, është tjetit provokon. Ajo dhe përfshirje e prokurorit është jo emocionale, ajo është personale. Pra ti, sepse, si ka mundësi, leti bëjmë, unë kur shofë për shumë, unë kur i hy një rasti, unë i referojmë kryesisht Strasburgut, i referojmë rasteve ekuivalente. Edhe prokurori dhe avokati dhe gjyqtari merë me vendime ekuivalente. Pra, e zemë në rastin konkret, si që janë akuzat për zotin Velia, mund tjetë një subjekt tjetër. I merë dy subjektet bashkë dhe bërë një analizë. Më falë, pse kjo standart tu dhe kjo standart tjetër këtu, sepse ti me një vendim ekuivalent, një avokat, si zoti Petraj, që është avokat shumë i mirë, mund të marrë dhe t'i kërkoj gjykatësit, o vla, si që ke vepruar me këtë zotrin, do veprosh... Po këtë du t'a bëj pala mbrojtje. Këtë du t'a bëj pala mbrojtje. Pjesa e largimit të prokurorit. Du të veproj pak më shpejt edhe më shumë base. Një kallëzim penal. Pa tjetër. Okej. Dorëzohet që nga i moment largohet. Problemi nuk e ka këtua i zotëria, për pranda po të them. A i duhet të japi sqarim për ato materialet të cilat janë mbledhur. Ajo do ta tregoj vërtetësinë e asaj për cilën ai flet. Nuk flasim tani debatin që kanë ata verbal, iku Olsi Dado ose ju. Problemi është i dosjes. Dosja që është nisur dhe çfarë do të ndodhi në vazhdimsi, apo jo më Irvin? Absolutisht. Edhe çështja e themelit duhet bën mbrojtja. Ajo që një nga pyetjet e Marcelës, ja një sekondë, o kështë i ke mbarova. Një nga pyetjet e Marcelës paktën për zotin Velia ka qenë për rastin e Nesti Angonit, se tani të gjithë kemi bërë pyetje, ore ky Nesti kush është? A është burra grua apo hemafrodit? Dhe e ke përmëmbra pa këtë? Jo, vazhdo, do pyes Krishnikun nga ana ligjore. Është hemafrodit apo çfarë është? Tani unë kam, si thashë, i bëjt mundohem bëjë ato detyrat e shpis. Mendoj që është njëri me dy këmbë që shkon në SPAK, përdesa ka bërë dhe dy kallëzime të tjera, po duhet të pyes për ligjore. Jo, po me detyrat e shpis që kam bërë, unë kam arrit në sa konkluzion, jo konkluzionet, po të edhe unë dyshimet e mija, ato pikpytet e mija. Tani, qa ka lidhje se po shifsha, si shpash rastet e Strasburgut, pash dhe rastet e tjera të zotit Olsi Dado. Zotit Olsi Dado ka gjykuar dhe këtë kryebashkiakun e Imarës, Jorgo Gora, mos gaboj. Në të dyja rastet, më rezulton që
financierja dhe e zotit Goro dhe kjo financierja e Artan Gaçit, po dhe financierja e Ola Xozës na del kjo zonja Adela Kontakqiu. Tani, ka një të kjo pjesa, sepse kush është e përbashkët? E përbashkët që i ka hetuar Olsi Dado. Tjetër, më del një... Dhe nga hetimi dhe nga rezulton që është ndryshëm? Dy standartë? Prokurori, jo. Apo? Klarën se jo, prokurori. Tani, më rezulton që edhe Olsi Dado thot se kam baruar një kurs filozofie në diku të periudhët janar dhe mars 93-shit. Në atë ko, më sa kujtoj unë, se unë po pysha këta më të vjetër se unë, se unë jam i qikiri, po e di mirë të paktën, këta që shkojnë kam pas shkuar, kanë emigruar në Greqi, ka qenë një operacion fshesa në Greqi. Tani ky zoti Dado, a ka mundësi që na... Ka mundësi, nuk se a kërkoj unë. A ka një dokument që e konfirmon se kam baruar këtë studimin atje në Greqi? Sepse do ishte, se nuk e dim akoma, nuk kemi përgjigje, nëse zotëria të paktën e kanë ndjekur kursin në fjalë, në paktën në periudhën në Okej, se zoti Velia i thot që flasim për një nxënës me pesa, studin me pesa. Nuk më duhet mua me pesa po me 4. Po mi pra, e kam baruar se kam baruar, me pesa është edhe më keq, kështu që... Më bën çudi, si ka mundësi që Greqia ka kthyer me mira shqiptar në ato vite, edhe Mondi mund ta pyesim zotin Petraj. Ka qenë ta thot më mirë se sa unë, se unë me Mondin e ditë paktën e njoh si personazh, në atë kohë në janar në 93-shit ka qenë operacion fshesa. Janar mars zotria thot ka marrë filozofi. Ore ky si ka ndërë Greqi. Dhe pse është arrestuar Jorgo Goro? Dhe pse është arrestuar Erion Velia? Ajo ka një problem tjetër, sepse bie në kundërshtim me ligjin e dytë termodinamikës, sepse ky nga 91 deri në 95 kanë qenë fakultet juridik. Kupton se si mund të ndjekësh një kurs tjetër? Kjo është gjë tjetër. Pas mund të jesh njëkohësisht në 2 vite edhe mund ta ndjekë aty. Po për 2 vjet, janar është në kohë shkolle. Në janar, mars, qofse është. Po pra janar, po pra se nëse prishin të përjashtoshin nga shkolla të mos shkollë. Se ky është po Adela te të gjitha rastet, edhe te Jorgo dhe te Erioni. Dhe janë 2 kryebashkiak të arrestuar dhe prokuror ka qenë Olsi Dado. Tani të lutem, nga përgjigjet e pyetjes që i kanë bërë zotit Veliaj, thot që Nesti Angoni ka shkuar edhe me 2 denoncime të tjera. Tani, një njerëz, e marrë të mirë qenë që është njeri, me 2 këmbë, shkon me këmbë të veta në SPAK, bën denoncime. Pse SPAK-u nuk shprehet të iluminoj, përderisa ka kaq shumë aludime, të sqarojë opinionin publik se kush është ky personazh, vajzë, djalë, grua, zotëri, kushdo qoftë në fjalë Nesti Angoni, të ketë një fytyrë për të kuptuar se nga kush vinë këto denoncime, sepse në pas të tyre rriten edhe vitet e rrezikimit të burgut që mund të pësoj zoti Veliaj. Shiko, duhet të them 3-4 komponent, të cilët janë të pa diskutuar, të pa debatuar deri më sot, po të lutem mos ndërprit se nuk do marr kohë. E para... Maksimumi do ndërpresin reklamat. Po, vazhdojmë. E para, denoncimet anonime në bazë të kodit procedurës penale nuk lejohen me përjashtim të rasteve. Që do të thotë, denoncimi anonim është i paligjshëm në bazë të kodit procedurës penale dhe nuk është rregull, është përjashtim. Përjashtim që do të thotë në raste të veçanta kur parashtrohen të dhënat mjaftueshme që të çojnë tek prova. Ne nuk dim deri më sot se Nesti Angoni, kushdo qoftë ai, ka paraqitur një dëshmi me prova të mjaftueshme, me dhënat mjaftueshme që e çojnë prokurorinë tek burimet e provës apo jo. E para, dhe ajo çfarë është e rëndësishme. Sot jemi përballë një debati të cilën pothuaj se ka pushtuar gjithë faqet e medjave ku po debatohet nëse kemi një konflikt të prokurorëve me kryetarin e bashkisë. Nga audiot e seancës gjyqësore është e dukshme që ka një debat të tillë mes kryetarit të bashkisë dhe prokurorit. Një debat të acaruar dhe ndonjëherë në tone personale. Kjo të lë të dyshosh që edhe në seancat
E më hershme. Jo, e pyetjes në hetim, kur është marrë si person në DNI dhe kur është marrë si person në nëhetim, por që ne nuk disponojmë audio, ke vetëm proces verbal, nuk përjashtohet mundësia që debatet kanë qenë, mundet, supozojmë që të kanë qenë pa abuzuar këtu. Nëse dëgjojmë fjalën e zotit Eliaj, metodat e sigurimit. Për sa kohë përpara gjykatës dhe me audio kanë ndodhur debate, prezumohet që këto mund të kenë qenë më të ashpra edhe në prokurori. E parë. Problemi është që unë, si jurist, konsideroj që e keqja e Erion Velis nuk do t'i vi nga prokuroria. Sot faktin në dorë të Erion Velis e ka gjykatë. Dhe këtu ndalemi në një problem madhor. Se në fundit është gjykata e cila është arbitri për të parë ligjshmërinë apo pa ligjshmërinë e veprimeve hetimore, e kërkesave të prokurorisë, e masave që kërkon prokuroria. Referuar një sondazhi të vetëm dhe më të besueshëm në Shqipëri, i cili është publikuar dje, ka një të dhënë specifike që na intereson për këtë debat. Spaku është konsideruar 50% i besueshëm, ndërsa gjykatat janë konsideruar më të pabesueshme. Janë renditur të fundit me 26%. Çfarë do të thotë? Që sot në një moment kur proceset më të rëndësishme, të cilat janë iniciuar nga Spaku, shkojnë në duart e një institucioni, ligjzbatues, në pushtetin gjyqësor, i cili nuk është i besueshëm. Dhe me të drejtë aty tangent u përmend një fakt shumë i rëndësishëm nga avokati Petraj, kur me të drejtë u tha, a mundet të jenë të lirë gjyqtarët e apelit pas një jave për të vendosur ligjshmërinë e masës sigurimit shtrënguese për Erion Velin, kur gjyqtarët e gjykatës kushtetuese janë vënë në përgjim nga Spaku një javë më parë? A e kuptoni se çfarë do të ndodh kur çdo gjyqtar mund të jetë sot nën hijen e një përgjimi nga organi i akuzës, për çështje të cilat vetë ky organ heton, sepse është një rast praktika e parë, nuk ka ndodhur ndonjëherë, që në gjykatë kushtetuese vetë prokuroria për një çështje që vetë ajo e heton, kërkon përgjimin ambiental të gjyqtarëve. Të lutem Kreshnik, e mbajmë pak, se do ta rimarrim bashkë, se duhet kaloj në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, të lutem. E kam të domosdoshme. Dhe që ta mbyll me një fjali. Unë e kam me shumë dyshim që sot ne kemi një gjykatë të pavarur, të lirë, të pa presion, të pa intimiduar, që të vendosi për një çështje kaq të nxehtë mes një debati, sepse e kanë shumë të vështirë në atë rreth presioni mediatik. E qartë, Turmat mund thonë, turmat munduan pranga, munduan gjak, munduan litar. Është lëshuar mandat arresti nga për Taulant Ballë dhe Klotida Bushkën. Tash i reagon Spaku, jo nuk kemi... Tani, kjo loja masa me mjë, këtu fillojnë arrestimet nga portalet. Po, diskutojmë nëse ka një lajmë të tillë, por publicitet rikthehemi pas pak duke nisur edhe me pjesën e dytë të intervistës, ku flasim për herë të parë në këto 20 e disa ditë që zoti Velia i qëndron në qeli, e pyesim drejt për Edi Ramën, për marrëdhënien e tij me kryesocialistin, por flet edhe për shumë emocione për djalin dhe Ajolën. Pas pak, të gjitha këto në Frontline. Mirë, e kthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Për gjatë emisionit të sotëm në Frontline kemi pasur një intervistë ekskluzive që ka ardhur përmes NIV, kompanisë gjigande në Shqipëri, e cila ka sjellë në një mënyrë tjetër krejt veçantë përmes
Inteligjencës Artificiale në Frontline, në Report TV, pikërisht kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Velia. Në pjesën e parë kemi pyetur për disa çështje, do të kemi tani pjesën e dytë, mendimin e regjisë, të lutem Dodoja, ku ai është pyetur drejt për drejt në lidhje me marrëdhëniet me Edi Ramën, por edhe me çështjet familjare si për djalin dhe bashkëshorten. Ndjekim pjesën e dytë të intervistës. Zoti Veliaj, çfarë prisni nga ankimimi juaj më 11 mars? Pres drejtësi, t'i kthehen punës në Tiranë, të bëjmë shkollat në Astir, të sjellin drekën për fëmijët në të gjitha shkollat e Tiranës, të bëjmë gati qytetin. Për Giro d'Italia dhe komunitetin politik evropian, e më e rëndësishmja të bashkohem me familjen time. A është arrestimi juaj me prapavijë politike? Kush mendoni se realisht ju donte jashtë fushatës së 11 majit? Dyshoj që s'pak vuan nga një kompleks për të bërë kandarin ku çdo palë të goditet dhe asnjë të mos fitoj pastër e drejt një shumicë të qartë. Kjo është një përpjekje e kohë, me ose pa mua në Tiranë. Partia Socialiste dhe Edi Rama do fitojnë bindshëm mandatin për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Do që në nderin e SPAK të mos futej në politik ose si Di Pietro në Itali të bëj parti politike e të kandidonte. Por me letra anonime dhe tafmane e Olsit për metra katror, po humbet imazhin e mirë që e mbështetën të gjithë. A keni pasur komunikim qoftë edhe shkresor me kryesocialistin Edi Rama dhe a keni qenë ju vërtet vija e kuqe Edi Ramës për SPAK-un? Edi Rama është kryeministri im, kryetari i një partisë dhe një mik i rrallë mentor i çmuar prej 20 vitesh. Nuk kam nevojë t'i çoj pusulla, se shokët e idealit nuk ka nevojë të koordinohen për vlerat ku besojnë. Unë besoj tek Edi si kryeministri më i mirë i të gjitha kohërave, si i vetmi që mund të ngrej flamurin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe si i vetmi që mund të sigurojë që drejtësia e re dhe e pavarur të ketë jo vetëm shpatë, por edhe peshore. Keni pasur mundësi që të takoheni me djalin tuaj të vogël apo me bashkëshorten për gjatë këtyre ditëve në qeli, apo nuk ju është lejuar asnjë lloj takimi? Jo, nuk e kam takuar djalin. Nuk ja shpjegoj dot palot në sy nga shërin se ky vend ende i mallkon ata që punojnë, rrëzon ata që ndërtojnë, pengon ata që përpiqen, lufton atë që ndihmon çdo njeri në nevojë. Dua që ai të rritet në një Tiranë, të ecë në një shesh Skënderbejit, të vrapojë te parku i Liçenit, të luajë te parku Rinia, të mësoj të piramida e të ndihet krenar, që jati dha një dorë për qytetin më dinamik në Europë. Nuk i mbaj dot lotët kur më kujtoni djalin, po e le me kaq. Ajola është lejuar 2 herë. Të tjerët asnjë, as drejtuesit fetar, as kolegët, as miqt. Shpresoj që Olsi të ndihet burr i madh dhe trim me këto izolime banale. Si janë 24 orët tuaja në qeli, zoti Veliaj? Një dhomë 2 metër, me 3 metër, iniciale të shkruara mureve, shule e dryna që trokullin ditë e natë dhe komunikim me pusulla. Por, prap se prap, jam shumë i lirë se ata që më sodën këtu. Jam më i lirë se Nesti Angoni që duhet të ndëroj emër e të shkoj si skuth në zyra postare me letra anonime. Më i lirë se Ols Dado që se ka 5, se ka 7 apartamente nga lejet e mia, burgun e ka në kokë kur s'do ngopet. Më i lirë se portalet e SPAK-ut që fyejnë në reformën në drejtësi, ku nxjerrin çdo material, nga dosjet e bëhen palë. Në pa drejtësi, qofshi mirë Kamal, dhe ju dua shumë. Faleminderit. Mirë, përmes teknologjisë dhe kompanisë NIV është realizuar edhe kjo pjesë e dytë e intervistës me zotin Veliaj. Valteri, një arrestim me prapavi politike, zoti Veliaj e çon shëgjetimin e tij tek SPAK-u, që thotë që kërkon të bëj her pas here balanca me goditjet që bën, por të mos ketë konotacione politike. Nuk do merrem fare me këtë. Nesër është 7 marsi. Dhe ai zotëria atje do të kujtohet si njeriu që ndërtoi 40 shkolla në Tiranë. Nesër, ai zotëria do të kujtohet si njeriu që ndërtoi 40 shkolla në Tiranë. Që qytetarët e Tiranës t'i kenë fëmijët e tyre me kushte bashkëkohore si qytetarët e çdo qyteti evropian. Ai njeriu atje është njeriu i cili e ka transformuar qytetin e Tiranës në një metropol i cili nuk ka asnjë lloj ndryshimi nga qytetet e tjera të Evropës. Dhe ai njeriu atje, çdo lloj sulmi që merr nga bufat e Kënetës, zharpikët, hardhucat, të cilët kanë kostume të ndryshme, të funksione të ndryshme të këtij vendi, e merr vetëm sepse është njeriu i punës, është njeriu i cili i ka dhënë Tiranës një fytyrë tjetër, i ka dhënë Tiranës më shumë se gjithkush tjetër. Kush e donte Erion Veliajin jashtë fushatës së 11 majit? Nuk e di kush e don Erion Veliajin
jashtë fushatës 11 maj. Sepse vetë natyrshëm thot që ka shumë muaj dhe është zgjedhur pikërisht periudha para fushatës. Pse? Nuk dua të as të paragjykoj vendimin e prokurorëve SPAK-ut, as të ndaj fajsin e Erion Veliajt, a është i fajshëm, a është i pafajshëm, as nuk dua të them që Olcdado ka prapavi politike në vendimin e tij, as nuk dua t'i vë ngjyra emrime politike Nesti Angonit apo çdo Nesti tjetër Angoni i cili mund të patjetër që ka shumë Nesta në qarkullim dhe nuk po dua të them vetëm diçka në gjithë të gjë. Që ky zotëria nuk prishte asnjë lloj punë, siç ndeti një vit në hetim, mund të rinte edhe 2 vjet dhe 3 vjet në hetim derisa e lejon koha e mbylljes hetime dhe për të dalë një akuzë. Një lloj komunikimi që zoti Velia e ka sqaruar është ajo çështje e presionit që është përkthyer si çështje e presionit ndaj prokurorit. Nxitimi për ta rrëmbyer kryebashkiakun e Tiranës nga detyra që ja kanë dhënë 168.000 qytetar për ta bërë qytetin e Tiranës përveç qyteti më i bukur në Shqipërisë bëhet fjalë, po mund të jetë nga qytetet më të bukura në rajon dhe më të jetueshëm në rajon, do të thotë që ka një prapavi ose ka një skenar që duhet zbërthehet më vonë. Tani, duke qenë edhe pjesë e Këshillit Bashkiake, edhe pra strukturat e Partisë Socialiste besoj i ke aq informacione. Kjo është brenda llojit, brenda të njëjtës racë apo vjen nga kundërshtarët politik? Nuk e di se po ta di. Ai ka ardhur e keqja le të themi. Nuk e di, por nuk dua ta besoj që një drejtësi e re e cila është suportuar dhe garanti kësaj drejtësie është Edi Rama dhe Partia Socialiste dhe po shikohet që nëse s'do të ishte ai dhe Partia Socialiste që të kenë këtë lloj fryme për ta mbajtur këtë drejtësinë këmbë, bufat e Kënetës dhe zhapikët e Kënetës do ta shqyenin këtë lloj drejtësie sepse e kanë thënë me zë dhe me figurë që ne duam ta shqyejmë drejtësinë. Kështu dhe keni me bufa, me Këneta, me kështu. Po ashtu janë, moçal. Është një moçal i cili ka ujë të qelbur që nuk pihet. Është një ujë me këtë vagonin me 25 parti, me 25 vagona të rrokullisur, të cilët janë një moçal me ujë të qelbur që nuk pihet dhe një ujë që nuk ecën nuk pihet. Dhe Partia Socialiste me në krye kryeministrin e vendit janë i vetmi garantor që reforma në drejtësi ta kryej misionin për çka është krijuar nga partnerët tanë dhe për çfarë është mbështetur nga partnerët tanë. Pastaj, dru të shtrëmbërt në stivën e druve do të ketë ka pasur, ka dhe do të ketë sa të jetë njerëzimi se njerëz do në mbështetja në PS për Erion Veliaj. Ta bënte me themel dhe me kualitet këtë reformë drejtësi. Çaj kushtonte, çaj mazhorance që nisi reformën drejtësi, ta bënde me kualitet dhe ta bënde dinjitoze këtë. Ke parë ndonjë prokuror që ka vendosur kryeministri apo ndonjë gjë? Ska lidhje. Mënyra se si u bë. Po të përgjigje me një pyetje. Ora, një sekond. Ke parë ndonjë prokuror që ka vendosur Edi Rama apo e thua? Atëherë mos të flasi sot, se ne kemi 5 vjet që flasim. Ky sot flet kryeministri, thot do rrisim standardet, do rrisim kualitetin. Kryeministri nuk rrit as standardet as kualitetin. Edhe një herë, ka 5 vjet minimalisht kolegët e mi, ngren zërin, për problematikat e ndryshme që përfaqësojnë qytetarët. Avokat, po m'vjen keq. Jo, një sekond, më dëgjoj. Drejtësia është një pushtet është i pavarur dhe është i ndarka. Shumë me fjalë jemi ne. Jo me fjalë, më jo. Me fjalë jemi ne, të pavarur. Deri ti është akuzuar që drejtësia e mban Edi Rama. Ndërkohë që njerëzit më takë. Edhe një herë, edhe ti prapë drejtësia e pavarur e ke petë vendime për të përgjigjuar gjykatën kushtetuese. Sa e pavarur. Problemi nuk është aty. Po kjo drejtësi është para vjet shkurtë. Serioziteti i reformës nuk u mor ashtu siç duhet. U bë me dhunë 140 veta. U bë me dhunë. Po nuk e bën kryeministri reformën. Një sekond. Atë ta mbaroj. Dhunën e reformës. Është vendim. Po ti prapë më thua për disa gjëra që unë kam tjetër kundër. Vazhdo. Edhe një herë. Atë për të cilën thot ai sot standardi dhe kualitetin, pse nuk e mori parasysh që në 2016 kur bëri fillimet dhe ndryshimet në kushtetut, ka ngelur vakum institucioni i SPAK-ut, i cili kërkon një SPAK. Pra, gjithë drejtësia sot do një audit. Ku është institucioni i auditit? Më thoni, kush e kontrollon? S'ka fuqia s'kush. Jam sujti. E kupton? Ja ky është vakumi i parë. Do ndërhyr tani në kushtetut
që të krijohet një boshë e tillë. Po mirë, atë bëjë një pyetje, është më mirë mos ta kemi kur të ndërhyrje apo ta kemi këtë ndërhyrje sa do vonë? Ore edhe një, po jo ishte koha që të bëhej. Po ju po flisni se programa ka bërë një 20 reforma në drejtësi dhe këtë bëri gabim. Po ishte shumë e thjeshtë. Ishte shumë e thjeshtë. Ka penalizuar jurista, avokat, vetëm me dyshemen që vun 15 vjet, ka penalizuar aq shumë profesionist sa që nuk arritën dot të kandidonin dhe të merrnin iniciativën për të furtur pjesë e sistemit drejtësisë. Tani, jo, një sekond, se kam një pyetje, një sekond, të lutem, kam një pyetje për avokatin. Tani, zoti Veliaj thot që uroj që do ishte në nderin e SPAK të mos futej në politik. Nga pjesa e drejtësisë, sheh që SPAK-u po fut hundët në politika, po mendoj që mund të jetë një konkurrent në zgjedhjet e 11 majit. Problemi është sot me opozitën është institucioni parashkrimit. Ata janë gjithë parashkruar. Nuk ka çmarrje nga ata. Normalisht do merret me pjesën e mazhorancës se kanë 12 vjet që po qeverisin. Dhe normalisht jemi brenda atyre marrëdhënieve kohore të cilët mazhoranca normalisht nga mazhoranca do operon dhe SPAK-u. Por tani që të kemi politikisht edhe për të folur politikisht do të kemi një argument. Unë nuk e kam këtë argument që ta them që SPAK-u po orientohet politikisht. Unë kam një pretendim. Që është? Pretendimi im është që unë kam rezerva të jashtëzakonshme për sa i përket ndalimeve të kryetarëve të bashkive, që unë kam rezerva për të gjithë ata dhe ata që janë dënuar. Sepse kryetari i bashkisë është edhe me anëri një ditë që po flisim, është si glus. Është si glus. Pra ai ka institucionet mbështetëse, ka drejtorit përkatëse që përgatisin materialet dhe ja çon dosjet kaq dhe ai siglon. Fap, pafe. Jo, s'ka lidhje. Nuk është kryetari i bashkisë ai që ka analizën e këtyre. Ka filter, ka parafilter, ka institucione që mbajnë përgjegjësi për dosjet që çon. Pjesa tjetër që unë e kam thënë dhe po e them, kemi përplasje të demokracisë me drejtësinë. Te arrestimi i Erion Veliajit, Bashkia e Tiranës nuk është e Erion Veliajit, është e qytetarëve të Tiranës. Drejtësia nuk duhet vinte të arrestonte Erion Veliajin në zyrën e qytetarëve të Tiranës. Ai ka një mandat me qytetarët e Tiranës. Po nuk jo, për më tepër, zoti Veliaj thotë që në 31 dhjetor të vitit të shkuar kanë qëndruar një personazh që nuk më kujtohet shumë emri tani, po duhet ta shoh. Ka qëndruar deri në orën 18 në bashki, kur të gjithë duhet largoheshin sepse ishte vigjilja e vitit të ri, ka qëndruar në bashki atje ku janë zyrat e qytetarëve, se më ngacmoj pak me të njëjtin term që përmendte zoti Veliaj në status. Shikoj, edhe një herë, unë të lutem mos më largo nga pjesat të cilët unë shpreh. Ajo të cilën unë kam prap dhe unë nëse do të kisha një autoritet, mban përgjegjësi Partia Socialiste të cilët e ka propozuar, mbajnë përgjegjësi qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë llogari te institucionet e drejtësisë, ekziston mundësia, e parashikon ligji, qytetarët të cilët e kanë votuar. Partia e cila e ka mandatuar, e ka propozuar për kryetar, mban përgjegjësi për të kërkuar llogari deri më një, mbi provat mbështetëse të marrë dosjet më vëlla. Një sekond që jemi përballë këtij fakti se mund të kemi edhe një goditje të pjesës të nivelit të pushtetit lokal, edhe një cënim të kushtetutës për sa i përket ligjit të pushtetit lokal. Pra ka një marrëdhënie të tillë që duhet parë në këtë element. Janë forcat politike të cilat e mbrojnë. Tani ne do të themi atyre. Me fjalë, sa herë kemi përmendur. Unë e dëgjova e kam dëgjuar disa herë. Ervini ka thënë mendime shumë të vjera, që si ka thënë dhe analistë të tjerë. I ka thënë, ashtu si që është. Pra, po t'i hysh me analizë rastit ta kapër step by step, me fjalë, gjen element sa të duash që jo prokurorin, po këtë duash ta kapësh. I zën. Zoti Karanja, a ka kompleks SPAK-u për të bërë goditjen nga të dyja kahet politike, pra për të bërë të goditjen e Fort Majtas dhe të balancojë djathtas, siç pretendon zoti Veliaj? Kjo është gabimi më i madh nëse SPAK-u bëhet peshore, që i bim njëri djathtas, i bim njërit matës. SPAK-u zbaton kushtetutën, ushtron ndjekjen penale. Kush ka bërë shkelje, siç tha dhe avokati pak më parë, tani është fati opozitës që ka 12 vjet nga pushteti dhe shpërdorimi i detyrës se ka 10 vjet. Kështu që tash, me që ke qenë në pushtet, do kesh dhe konsumim ferrotash më shumë. Tash se je në drejtim, do hahesh më shumë. Dhe ky është shkaku që se s'mund të themi ne gjim. Karanja, po më fal, Erion Veliaj është këtu për 20 vite përpara, se edhe këta. Nga 24 deri në 24 vjeç. Tani Këneta këtu ka 34 vite. Se kush është brenda Kënetës? Anri, e ka që kreshtiku i parë. Për sa i përket, më fali, vetëm një ndërhyrje të vogël do bëj. Për sa i përket
nesti angonit dhe atyre 5 nestave angoni të cilët janë, në qoftë se ka nesti angoni pa mbështetur në prova ky denoncim apo kallëzim anonim nuk merret përballë. Duhet prova mbështetëse konkrete të shoqëruar. Lidhje edhe me vitet e vjetra, në rast se ka pasurit pa justifikuara, edhe për ish funksionar, është pastrimi produkteve, duhet provosh veprën, dhe ti mund t'i sekuestrosh pronat. Ngrihet në fund. Është elementi fundi që mund të është i fundit, por mund nisen hetime, por të shi këto që janë të fresta, janë më dinamike, se i kemi sot, si të meresh me 2006 ose me 2002, jam dakord që duhet merren. Pra, kur vjen një kallëzim, do ta trajtosh me prioritet. Por gjithmonë dosjet e vjetra, sa më shumë të kaloj, edhe dëshmitarët zbehen. Vdesin. Ke dhe njerëz se 2002 ka, për shembull, 21 janar është bërë 15 vjet. 15 vjet tash, para 15 vjetësh, ku ishe ti me 21 janar në 2011 ose në 2002. Kështu që provat për çdo dosje, çdo ka seriozitetin e vet. S'mund të themi ne tash që shiko, ky është idiot shpejt që ta vim gur peshe për velin. Gjithë duhet punojnë, ti marrojnë dosjet brenda afatit. Sot, për shembull, çka konstatojmë të SPAK-u? Këto masat e sigurimit, unë për shembull, për mendimin tim personal, nuk jam dakord. Pavarësisht se ke dalë Sky ECC, ke marrë 2000 euro në 2019, tash mas sigurimi para 6 vjetësh, para 5 vjetësh. Tash mund dihet gjendje të lirë. Nuk do të lëmë pa dënuar ata që kanë dalë. Pra neve kemi, domethënë, këto masat e sigurimit, jo vetëm për, sepse s'duhet ta marrim standard vetëm për velin, po duhet ta marrim edhe për tjerë. Ke për një rënjë hashash, ke për një ndërtim pa leje, ke për një vjedhje biciklete, për i disk biciklete i ke njerëzit në burg. Pra për i disk, ke vjedhë diskun, ke i vitet e para, e ke në burg. Pra duhet ndryshoj kjo metodë. Domethënë, aplikimi arrest në burg. SPAK-u tha që 9% janë ata të cilët janë në paraburgim, në raport me çështjet e varet se si bën, për shembull, fare, SPAK-u diçka bën se është bërë si institucion kështu PR-i. Edhe kur dali se vuar, edhe ta vite që thash me Erionit, doli GKK-ja, tha jo, kjo s'është e vërtet, ja këto janë që duam ne dhe nxor. Ç'pun ka GKK-ja të përgjigje tjerë, ti përgjigjet pretendimeve në media, ti nëse ke ja të nëzore e tjetërit, nëzori video në audio në edhe dole në blof. Mi fjallë, nuk është vetëm, gjukata, se ne themi gjukata rjep drejtësi. Ne të shofim standartet, më kush janë standartet në këtë vënd, paktën? Kush si do bësh, ta thash dhe njërë, do shofësh vendimet paralele, ku merë, si mere, SPAK-u përbën e time, prit, kush është Pisliku. Në këto 4 vite, pak që ka Frontline, më falë, ne kemi diskutu për këtë drejtësi prapë, Anëri Dani, se që ka, për shembull rasti i Metës, po pra, ishte po prapë ky SPAK. Po pra, që do t'ishtë? I pra, ky SPAK ishte, po nuk foli Partia Socialiste. Duhet të shoj, edhe të rasti Metës, duhet të shoj ky standart temene, se po temi ky Trimburg të dalë. Marcela, Partia Socialiste për Metën dhe jo për të vetës. Pislikun, për lenën për Metën, se gjithë se cili... Okej, për Ahmetin, apo për ministrat e tjerë. Ma pak me vëmëndit, që të kuptosh dy gjëra që për ku e kam atë. Pisliku i SPAK-u është që... Pislik është që kur vjen po... Po si me nuk është pislik, të më thua është i poetoj 17.000 veta, kjo është kod, ka marrë sa njerëz aty janë kodra mas bregut. Mund t'jenë si e i avokati që kishe kërku 1.000 euro për budalik ati, a kupton, tani kështë është e time që presin shqiptarë. Ne nuk jemi këtu për të folur për këto. Nuk jemi për të folur as për disjet e bicikletave, as për vjedhjet e energjisë elektrike. Unë po të them, ti nuk mund të i përgjithsosh. Dhe të kjo përgjithsimi këta e bën ka stile për të reguar se të kjo shifra madhe është kjo. Jo me izo, jo. Nuk funksionon kështu. Këta e kanë thënë, e kanë 37% masat arrest me burg me dosjet që kanë momentalisht në dorë. Dhe gjithë masat e tjera që i apin janë detyrim paraqitje ose arrest shëpije. Për politikanët, më thuj një politikan ti, flasin për politikën, mëse nuk di tani, më them pëse nuk lironi këto grupet kriminale. Më thuj një politikan soti që ka mas letësuse, që ka marrë përveç, zotit ja marrë për Maltesi që i kaloj, nga arrest me burg në arrest shëpije. Se Berisha kishe detyrim paraqitje, më falë modi. Berisha e kishe detyrim paraqitje, nuk u paraqit, po për shkak moshës më, e kishe detyrim paraqitje, nuk u paraqit dhe kale ma shtrënguse. Ky është Pisliku, që këta t'i japi një numër të madhe, të këto ne, jo më jo, e Pisliku dytë, po prit pra, se jam këtu agjensi PR-i,
janë bërë zgjutë shumë këta. Këta nga prokuror kanë kalu tani në përnazidheve në punës. Pisliku dytë është që thënë, ne kemi sekuestru kaq miliardë. Jo mëse s'janë, po këto janë, në qofë se do të gënjesh opinionin publik, me këto janë pisliqe pastaj. Ti nuk mund të thuash që ne kemi sekuestru 1.5 miliard, që ku t'ja ke sekuestru? I ke bëj një pyetje, ne si gazetar, siguroj unë me jetë, i ke bëj pyetje, ku t'ja ke marrë këto lekët? Më thuj që Santa 40 është liru, apo së është liru? Pysi njerë. I kanë sekuestru me gjitha këto. E zemë, po them, kotë, se nuk e ka me Santa 40 dhe s'ma ndjen fare për asë njëri nga këta. Po them që këta gënjejnë, këta i fusin sekuestro preventive quhet kjo. Marrë sekuestro, i lirojnë të gjitha, si ajo ofële dikurshme që diqin me syze edhe me kallash, dhe nuk mbajtën as i pronë të organizatë kriminale. Dhe gjithë parat, më thuajti sa lek i kanë marrë, sa logari kanë gjetur Ilir Metës, sa i kanë gjetur Berishës, sa i kanë gjetur Monika Kremaj, nuk ditë të mbatem me... Sa të gjenë Dirama... Po të kërkoj pak, tani se ishte raporti vjetori Spaku. Si logari kishin sekuestruar në Velijet? Është raporti vjetori Spaku. Po Ajola nuk është politikane, më shoqe, dhe lekët nuk i kishim qef të fustanet e Ajolës kyzotria, se po të shikosh është me kostum, nuk vesh fustane hiq. Tani unë po them, që pisliku këtyre është që këta të bëjnë atë manipulimi. Ky është manipulimi, pra ne këta janë të pabesueshme. Është rrit besueshmëria, se kemi lexuar gjithë sondazhet, po për mua janë të pabesueshëm. Dhe këta do dalin cullak, dhe ke për ta parë, sepse pak të unë e kam ndjek dhe unë 1, 2, 3 detyra i bëj, nuk është se është. Këto do dalin cullak dhe ka për të qitë gjykata Strasburgut. Atëherë çfarë do thonë këta? Çfarë do thonë për gjithë masën shtrënguese që kanë marrë në shkelje të ligjit? Po çfarë do thonë atë që thanë edhe për 21 janarin që akoma te mbyllet dosja edhe ke diskutohet në 21 janari. Ka vetë thesin kokë në natë, mes natës, edhe nesër do të përballu ti atë bëj çfarë duash, më plasi mua se do bërë sa ditë burg, ti do të shkatroj karrierën, do të shkatroj imazhin, në fund ditës sot unë e kthej në çështje, po imagjinoje, dhe isha në hall dhe shqyr, ose e kanë bërë tani këta që bëjnë sondazhe, isha në thash, mos po desh sondazhi por që ka ra besueshmëria Spakut, se ma hongri gjithë politika. Se këta dhe kur boshin vendime, e shkrushin zeza mbi të bardhë. Spaku të kandidoj sot për zgjedhje në qeveria. O mundi, ma ledhe këtë, kur boshin vendime, e shkrushin zeza mbi të bardhë, na ka ra besueshmëria, do të me kap sa veta, e do të me mledh sa pasuri, se këta sekuestrojnë, po për të liru, dhe sekuestri vendosur. O Floker, mendon që nëse zoti Veliaj që Spaku ka goditje me peshore, pra, pyetjen dua ta bëj pak të ndryshme. Është koka e politike e Sali Berishës dhe Metës e barabartë me të Veliajt, si goditje politike, nëse flasim për barazi? Në qoftë se ka një element ngushëllues për Erion Veliajin, është pikërisht ky. Që? Që vlen njësoj apo më shumë, apo më Erion pak? Veliaj vetëm është po aq i rënd politikisht sa doktori dhe Berisha bashkë. Doktori dhe Meta bashkë. Ta marri si kompliment Veliaj kur të dali nga ndesë, nuk e Besoj do ketë një raport feedbacku për emisionin e sotëm. Marcela, reforma në drejtësi është një gjë e mirë që i ka ndodhur Shqipërisë. Spaku është një gjë e mirë që po i ndodh Republikës Shqipërisë. Shumë mendoj unë. Dhe nuk mendoj se 70% e shqiptarëve janë budallej kur thonë që kjo është një gjë e mirë që po ndodh në Shqipëri. Por, e di kush është risku i madh? Risku i madh është ajo që po na dëshmon Erion Veliaj dhe rasti Veliaj. Pra, ra ky mort dhe u pa. Është një shprehje, një filmi. Që do të thotë, problematika që ka ngritur mend Petraj me shok prej kohësh, që kemi një kod procedurës penale represiv. Avokat do t'jetë mend Petraj. Mira, pse ka kafshuar gjuhën Partia Socialiste për gjithë vite? Unë do them... Për publikun t'ja themi që ta di që është avokat. Ju lutëm, as ju, as në njëri tjetrit, mos i kërkojmë llogari për gjëra që i ka në dorë Edi Rama. Se ma the, se si ka kërkuar, por nuk e di, pyet Edi Ramën. Pyetje me pse kam. Edhe ti pyetje ke, përgjigjet asa do doja ta dija. Unë do jap, ja se mbase Edi Valtieri ende nga PSJ-ja. Unë do jap një projekcion timin që mund të jetë më afër të vërtetës asaj që thot Valteri, që nuk e thot vërtetën edhe po ta di, sepse është në llogore. Edi Rama nuk ka reaguar, sepse mendoj se ka patur frikën e paragjykimit. Pra mos harro, u bë reformën korrik 2016-ës. Po, bashkë me frikën ikën dhe ushtarët e oficerët edhe na i to rrugës,
Që që tani kanë shku deri te Mbretëresha. Dakor, tani më mirë vonë se kur për veten e vet, po unë nuk qaj hallin prap të politikës, o Marsel. Unë qaj hallin e ati që thot Petraj. Pra e marim Velia e kemi rastin sepse kemi intervistën, po kjo është me i gjërë se sa kaq. Për shqiptarët e thjesht në rast parë. Edi Rama është i vonuar në reagimin. Ka të nëndësime sa të duash, më. Të vijen në lëvizje institucionet, ata që ngroj vezët. Më linit atë temi fjallë. E disa kanë rogën ata. Po, të lutem edhe me shikun gati në kollë regjia. Po më duket vetja si Vangel Dule të koalicioni Berishës, si minoritar. Më lini ose në mdytë të ke frikë të hapësh gojën këtu. Pol, floker, pol. Jo, unë e para fare. Po ti o ti. Do të të qëmë në spak. Thelbi është ty. Po, Marcel, ka një tentativ të çuditshme të Partisë Demokratike për të paralizuar reformën në drejtësi me problemet që kanë institucionet brenda tyre. Çfarë duhet të them me këtë? Reforma në drejtësi është qeveria e re e drejtësisë. Si institucionet të pavarura nga njëra tjetra funksionojnë dhe zgjidhet prokurori njëra tjetra, jo si dje që ishin të komanduar nga doktori dhe presidenti, por në një mënyrë tjetër. Dhe kjo reformë drejtësi, pa diskutim, dhe kjo ishte pyetje që ishte retorike për Petrën, unë nuk besoj se është perfekte, sepse nuk ka asnjë vend në planet, i nderuar avokat, nuk ka asnjë vend në vetëm një fjalit edhe Kreshniku mund të ashtu, mund të argumentoj këtë. Marë. Jo, Flogert, mos më shif më mua. Flogert, jepi dhe qik shpetën. Po mi më, o bale, Flogert, mos më shif mua, po të dëgjoj. Një fjali Mondi, një Marcela, një ti. Unë nuk fola, të lutem, vazhdoj. Ore, kemi ikur nga thelbi i gjë. Se më përzien mua në këtë histori. Më falë, kemi ikur nga thelbi i historisë komplet. Ata futëm në thejla? Komplet. A e di pse kemi ikur nga thelbi? Jo, thelbi është një qarë. A kishtë prapati politike për këtë pyeta dhe kryetarin Veliaj? Se isha me ish prokurori, kisha një se tha që, jo se nuk e kam, po e kam formë debati dhe do më dimoj të kjo pjesa. Okej, do t'i bje shumë shkurt. Dhe nuk flasë më. Ta mbyllë, do sa leu sa ta mbaroj, o bale. Dhe nuk flasë. Se nuk ju kam ndryhur asë njërit, sepse ju respektoj shumë. Ti shë dikush tjetër, do si dhe shë ndryshë. Zgjidhe vetë, Flogert, për te i batutave. Të mos ngatrojmë reformën drejtësi me problemet që mund të kenë njerëz brenda drejtësisë. Unë në këtë studio, modestisht e kam thënë, në qoftë se ka një element që mund ta hedhë në erë spakun, është spaku vetë. Sepse një mollë e kalbur atje, i cili në një moment emocional apo në konfliktet ndryshme që mund të ketë, në një mlef personal në dikujt, ai mund të hedhë në sistemi. Ose më kujtove direkte Ramën që një druj shtremët prishgjestivën për sa i është një apo disa. E ka thënë për sa i Tahirin. Këtë e ka thënë populli shqiptar, jo Rama. Okej, unë të referova rastin. Dhe e fundit. Të lutem ta mbaroj Flogerte. Dhe Kreshnikun lutem ma bëni gati. Nuk është se ashtu. Po do e ndihmoj dhe unë në retorik. S'kam nevoj, mor, unë po them që pse Erion Veliaj... Që është kur lini tre matë janë bashkë. është problemi madhë. Jo, tani nuk du t'i realisht. Lutem Flogert, okej. Anëri të lutem nuk do flasësh dërsa të mbaroj. Po. Ka dhe shumë të shohën e ikin, tani që jam gati ikë. Jo, nuk do ikësh. Po që është kjo tani në alini? Po pse bë? Flogert, lutem, e kaluva linjë drejt të Kreshniku. Erion Veliaj e dashur Marcela, flet dhe bën këtë që ju lutem o çuna s'jemi me mikrofon. Flet dhe bën këtë që po bën për një arsye shumë të thjeshtë. Se? Gjyqtarët janë njerëz që jetojnë në këtë vend dhe janë në një presion të përditshëm nga gjitha mediat dhe opozita që ja Erion Veliaj është i fajshëm, ja Erion Veliaj ka vjedhur, ja ka bërë favore, i ka bërë këto apo jo opozita dhe media në Tiranë. I ka bërë. Dhe Erion Veliaj, gjdo ditë shmonton si pas ti të vërtetën e ti, alibit dhe akuzat e asajt, që gjykata, si që është në presionin e vazhdueshëm nga opozita, tjetë një farë mënyre e qartë që publiku di dhe të vërtetën e Erion Veliaj dhe du të ketë një lloj dhe presionin e publikut për vërtetën e Veliaj. Dhe kjo është e drejta edhe e Zotit që e jep Erion Veliaj dhe Ilir Metës dhe gjithve
Pa tjetër të dëgjohet. A do të temi më kalë burosë se folim... Të lutem, tani ta gjëm pa Kreshnikun dhe do të ma thuash. Kreshnik, të lutem, a kush e do... Po Kreshnik, më mirë këtë... Ja, pra ja, një sekundë. Ke pytja, apo ke për të thënë diçka analizë? Po pytja është vetë, për të gjithë. Për të gjithë dhe për Kreshnikun. Tani, se edhe vini e përmeni qikë shparë që këta janë në pushtet dhe këta do arresojnë më shumë, po ajo është logjika, se këta kanë 12 vite pushtet, janë konsumuar dhe pa tjetër do të arresojnë. Dhe ka kralë tjetër. Ta shi unë kam edhe një pytje. Por nuk jam me atë ide, më jo, po prit. Pytja është, si ka mundësi që prokuror, gjyqtar, të sistemit, të soqëm, janë të gjithë, banojnë gjithë me i lagje, me një, që quen këto, resort, me një zonë rezidenciale, i kanë shkolla, klientë, kompani, kam punu bashkë, i njef gjithë dy njoja, që shofin tjetër. Më falë, e shofin vetet në përvillat e tyre në plash dhe përshëndetën në mëgjes. Mi mëgjes ti, mi mëgjes aji. Dhe pyetja është, si ka mundësi që këta përshëndesi mjes për mjes, nuk i rezulton emrit e fatura dritave dhe ujtë. Oke, mirë. Nëse Kreshniku do ketë në një përgjigje për këtë, Oke, Kreshnik, kam dy pyetje për ty për të në ndihmuar pak me debatin. Kush e donë të Erion Veliajin jashtë fushatës së 11 majt, dhe nga në tjetër, a ka spaku goditje majtas, djathtas me një ritëm të caktuar politik? Tani unë kam ardhur në emision të flasë me fakta dhe jo të paragjykoj institucionet. Fakti është fakt që 1000 zyrtar të pushtetit aktual janë hetuar, proceduar, apo janë marrë si persona ndjeni nga prokuroria speciale. Pra ka një rekord të cilën ne nuk mund t'ja mohojmë si punë, e para. E dyta, është fakt që sot në paraburgim nuk ka asnjë antar të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Pra dhe njëherë, në mas arresti me burg, sot në paraburgim, nuk ka asnjë person politikan të Partisë Demokratike. Sepse Ilir Meta është ish president, madje ka qenë njëri në pushtet 28 vite, nuk e konsideroj të partitë, po flas për Partinë Demokratike. Është fakt që Shqipëria ka rekord të paraburgimeve në raport me rajonin apo me Bashkimin Evropian. Numri i masave të arrestit në raport me numrin e popullsisë është nga më të lartët në Shqipëri. Është fakt që Shqipëria ka rekord të fajësive, që gjykatat kanë fajësi dhe rekord negativ vetëm 2% pa fajësi. Gjë cila e kemi barabart me Rusi, gjë që hedh dyshim për pavarësinë e gjyqësorit, sepse Bashkimi Evropian e ka një mesatare të 20% të pafajësive, pa llogaritur masat e sigurimit. Është fakt që kemi zyrtar të cilët janë hetuar në gjendje të lirë dhe nuk kanë qenë pengesë për prokurorinë apo gjykatën për t'i deklaruar fajtor si Sajmir Tahiri. Çfarë pengoi drejtsinë shqiptare që u hetua në gjendje të lirë dhe më pas gjykata e dënoi. Është fakt që masat represive ndonjëherë sjellin efekt negativ, që do të thotë, unë kam qenë kundër arrestit Arben Ahmetaj. Po e them publikisht dhe kam qenë dhe kundër arrestit të Jam Arbër Maltezit, sepse normalisht se duhet arrestoj dhëndri dhe ai që kishte përgjegjësinë kryeministri, jo. Unë nuk e kam parë ndonjëherë Jam Arbër Maltezin ta marrësh në rinat si kriminal dhe ta arrestosh. Kam qenë kundër arrestit Jam Arbër Maltezit, kam qenë kundër Arben Ahmetajt dhe çfarë solli? Nëse do kishte një mas tjetër për Arben Ahmetaj, në detyrim për paraqitje, a do ishte Arben Ahmetaj bashkëpunëtor do me thënë bashkëpunëtor, a do ishte prezent në pyetje apo në ecurinë e hetimeve? Pra ishte masa represive që çoi në arratisjen e Arben Ahmetajt. Prandaj, pa paragjykuar, sepse ata që na ndjekin
nuk janë jurist, janë qytetarë dhe janë dhe shpesher me bindje politike dhe këtu ndahen. Kush e do pësën, thot Erioni s'duhet në burg. Kush e urren pësën dhe është me pëdën, thot në pranga, madje varin në litar, rridhja një qelsat, tani nuk është problemi, ne nuk gjykojmë këtu, pa a i shërben kjo, i shërben e curis dhe të ardhme së drejtësis praktikave që kryon pëse. Sepse me të drejtë sot shurtojmë çështjen që për masat e sigurimit. Unë kam bërë disa specializime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kam marrë pjesë në 10 seanca ku prokuroria, organi i akuzës, prokurorët paraqesin kërkesat për masat e sigurimit 50 në ditë. Hyn 50 të pandehur në sa. Edhe janë dhe avukatët e të pandehurve dhe prokurori që kërkon masën e sigurimit për të parë. Nuk i hyn fare themelit çështjes. I thret aty te tavolina, hajde ti prit Marcela, hajde ti prokuror. Jo, po më shumë se sa ti çështje e masave se i diskutuam. Një sekondë, se nuk marr kohë. Po? Por është shumë interesante kjo që po të them. Po ti po kërkon arrest për kryetarin e bashkisë, ose për zëvendës kryeminist, ose po më kërkon për presidentin, ish presidentin e vendit. A mund të më argumentosh me 3 fjalë pse masa tjetër e arrestit të shtëpisë është pengesë për hetimin tënd? Çfarë të pengon ty në hetim, në mbledhjen e provave, nëse Ilir Meta, Erion Velia, Arben Ahmetaj i mbyllën shtëpi, i lë dhe i policë të dera mos i hy njeri, kush është pengesë? Ja hiq dhe telefonin. Kush është pengesa për prokurorinë nëse këta hetohen me një masë tjetër? Unë ende sot, ora unë mund t'i dua t'i shoh në burg gjithë. Por a mund të më bindësh çfarë të pengon ty një masë tjetër? Ose të vim të çështja e sekuestrimit telefonit. Si mund të shkosh, telefoni nuk është sen. Telefoni, kur hyn kontroll banese, nuk është telefoni si pistolet, që gjeta një pistolet, gjeta dhe i telefoni sekuestrova. Ja. Kodi procedurës parashikon standard tjetër, procedurë tjetër për mënyrën se ti si sekuestron telefonin. Sepse ti duhet ta vësh kreshnikun, ta vësh në përgjim telefonik, se e ke mjetin, pra, ndryshe nga gjithë sendet e tjera, ky është i përgjushëm. Duhet të jesh personin e tim. Vendosen përgjim telefonik, vendosen përgjim telefonin, kur ty të dalin të dhëna të arsyeshme, që të çojnë tek prova, merre pastaj telefonin. Por nuk mundet në një ditë që ti futesh kontroll banesash, fut aty, merr, sekuestro dvjerrën, kunatin, gjyshen, gjithë telefonat ça gjen në 7 breza i sekuestron edhe telefona. Mua kjo s'më duket normal, kushdo qoftë. 30 qoftë telefonat e 30? Me një lokal që kishte për këtë punë avokati, 30 telefona kishte marrë gjithë lokalin telefonat. Është bosi dyqan telefonash. Dëgjova atë historinë, nuk e di se nuk i kam hyrë me detaje, se tani të lexosh këto dosje të tyre, do të lexosh çdo lloj pune. Tani ishte histori banale, ajo historia ja kishin marrë aty në aeroport dhe pastaj nuk është as i pandehur. Domethënë që ajo është domethënë ti je duke kaluar në aeroport, të marrin telefonin, është rast i paprecedent. Telefoni niku i merret dikujt. Telefoni niku i merret dikujt që është një personën e tim. Nuk mund t'i merret kujt do të rrugës. Këtë po them. Pra, që ta mbyll me një fjali. Nuk ka asnjë praktik në Bashkimin Evropian që të mos jesh në hetim dhe ti merret telefonin, mos jesh në përgjim dhe të sekuestrohet një telefon. Mos jesh në flagrancë dhe të sekuestrohet një telefon, edhe jo joti, familjarëve. Pra, ky njeriu që mund të ketë, absolutisht mund të jenë gjitha të vërteta, ma nuk farë gjitha mund të jenë të vërteta, me fustane, me kapele, me shaka, po, për mënyra, procedura? Jo, prit një sekund. Tani, përgjegjësi kryesor, nuk duhet jetë ajola në këtë histori. Ka një kryetar bashkie, të cilën ke hetuar për një 10 vepra penale, të cilat gjithë prisnin se mund t'ishte në ato dosje i pandehur, kur një ditë bukur shohim që sekuestrohen ca telefonat të familjes. E qartë. Ku di ka një gjë që
nuk e di, do më dhe pa hyrë, s'dua të hyrë të melit. Pjesë janë dhe fustanet, dhe i shesë fustanet, marim legët. Mirë, sotari marim prapë. Edhe matej. Edhe mëtej se fustanet, okej. Mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak Frontline vjen. Rikthehemi sërish në Frontline në transmetim të drejt për drejt në intervistën ekskluzive përmes kompanisë NIV, ku vjen me inteligjencën artificiale kryetari i Bashkisë së Tiranës në Frontline. Dua ta vazhdoj bisedën me zotin Valteri për të parë më tej një nga deklaratat e tjera pyetjet që i kanë bërë zotit Veliaj, sepse gjithë këto statuse, 10 statuse përgjatë gjithë këtyre javëve, nuk ka përmendur askund zotin Rama dhe sot për herë të parë në fakt ka folur për kryetarin e partisë sime, një mik i rrallë dhe mentori çmuar prej 20 vitesh, thot, nuk kam nevojë të çoj pusulla se shokët e idealit nuk kanë nevojë të koordinohen për vlerat ku besojnë. Ka ndryshuar qasje Rama ndaj Veliajt? Qa qasje ka pasur Rama ndaj Veliajt? Atëherë, ta themi të tillë që ditën e parë që u dha lajmi, zoti Rama anulloi takimet në Shkodër dhe erdhi me njëherë. Bëri takimet, më pas doli me njëherë, le themi në një përballje të drejt për drejt me Spakun. Ditët e fundit, a ka një qasje pak më ndryshe? Është pak më i frenuar zoti Rama, apo thjesht është konsumuar si çështje përgjatë gjithë këtyre ditëve? Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk janë zyra avokatie e askujt. Është bërë e udhës ta përsërisim 3 milion herë, sepse e ka thënë, e thot dhe vazhdojnë ta thot që ne nuk bëjmë studion avokatisë të askujt. Partia Socialiste dhe Edi Rama janë të qartazi që nuk të cënojnë pavarësinë e gjyqësorit dhe nuk të cënojnë pavarësinë e Spakut dhe nuk ndërhyjnë në Spak. Erion Veliaj është, me ato gjëra që ka thënë aty, ka thënë gjitha të vërtetat. Që Edi Rama është miku im, është kryetari i partisë time, është mentori i tij prej 20 viteve në politik. Dhe shokët e idealit nuk kanë nevojë të çojnë pasulla. A lexon tani duke e njohur edhe Erion Veliajn nga afër, a lexon ndonjë mesazh që mund të jetë përcjellur përmes kësaj interviste? S'ka çfarë mesazhi t'japi, sepse Edi Rama nuk e kontrollon Spakun. Nëse Edi Rama do të kontrollonte Spakun, do të kishte vlerë mesazhi. S'ka. Pushteti i gjyqësorit Jo, nëse do e kontrollonte Erion Veliaj nuk do ishte atje herë. Pushteti i gjyqësorit, pushteti i gjyqësorit me reformën e re në drejtësi, është i ndarë dhe ky është shembulli që e tregon që këta janë të ndarë dhe nuk kanë ndikim. Ka hikur koha kur Këneta dhe Moçali jepnin vendimet, qoftë 21 janarit, e qoftë Rrugës Kombit e të tjerat, kur hahet darka Ilir Meta e Sali Berisha dhe nesër të nesmen gjykata e lartë votonte unanimisht për pafajësinë dhe për Dvorani ka qenë kundër. Unanimisht them kuptimin me shumicë të theksuar. Dhe nxirrte që autopërgjimin ku gishtat obez të Ilir Metës shtetoni bllokun që i kishte faqet me lëkurë dhe me gjak shqiptari. Kështu që ka ikur ajo kohë. Partia Socialiste është e ndarë nga gjyqësori. Kështu që vendimet ose ndërhyrjet politike nuk kanë vënd, nuk kemi për çfarë i diskutojmë dhe nuk ka pusulla midis tyre dyve. Edi Rama dhe Partia Socialiste duhet të mëshojnë fort me parimin dhe me standardin që duhet funksionoj drejtësia dhe duhet bëj atë që thot avokati. Kush e kontrollon këtë Spakun? Kush, a duhet kemi një ndërhyrje në kushtetut, a duhet kemi këtë vakumin e lënë, gjatë kohës, është bërë për herë të parë kjo reformë Shqipëri, a është bërë gabim, a është bërë mirë. Duhet një institucion që ta, një komision parlamentare, një institucion që ta kontrolloj Spakun, sepse mund t'i mbushet mendje. Institucion parlamentar nuk ka shumë, vetëm një institucion i pavarur. Një institucion i pavarur. Një institucion më i lartë se ky, kontrolli i lartë i shtetit, apo ku të ankohesh, ku do ankohemi për këtë gjë? Sepse nëse unë sot arrestohem, ku do ankohem? Të tregoj pak rastin Giuliani, qiko, unë do të tregoj rastin Giuliani. Rasti Giuliani ka qenë i njëjtë me Erion Veliaj. Është akuzuar për vepra penale të ndryshme. Kur ka hyrë në sallë, në atë sallën që kemi parë dhe Trumpin, se ne tani u mësuam që futej Trumpi, quaj i ndaluar, quaj me fjalë aty ishe zëre komunikimi masës sigurisë. Tani që ndose, gjyqtari, se e preku Kreshniku pak më përpara, e pyet prokurorin, i thot, sa e rëndë është kjo vepër
në krahasim me atë që ky është kryetar bashkie dhe ka një kontratë me komunitetin, pra këtu e ndante ai. Standardi. Kjo është dhe Giuliani ka 100 akuza dhe vazhdon të hetohet akoma dhe se ke akoma në burg. E qartë. Mirë, përpajmë me ty, Valteri. Që ta përmbyll, do me thënë tek pjesa. Kam një pyetje unë përpara se ta... Një sekundë. Po gjyqtari ishte Një kam një pyetje për Valterin para se ta përfundoj. Po mduhet vetje në Universitetin Universitetin Paralel. Po se kuptove këtë gjithë tashun, ishte gjyqtari mo. Një sekundë. Gjyqtari që bënte analizën me prokurorin. Spakun e kontrollon ligji. Në momentin që ti, avokat, i jep spakut superfuqi me anë të ligjit, që mund të përgjosh gjyqtarët, e mund të bësh këtë, mund të bësh atë, nuk ka faj spakut. E kontrollon parlamenti, jo Mbretëria. Parlamenti të kontrollon ligjet, që të mos e bëj super sajans. Ka një gjë, Flogert, për sa i përket. Në qoftë se ka një indicje që për rastet e veçanta, një gjyqtar, qofti kujdo institucioni, ka dyshime se mund të kryej një korrupsion me tjera edhe për rastet të tjera të veçanta, ekziston mundësia që prokurori me një vendim të kërkoj përgjimin e ati gjyqtar. Pra e parashikon ligji këtë, nuk është se nuk e parashikon, por sa produktive ishte kjo, që bëj, për çfarë përfitoj. Për shembull tani, po japu një hipotezë, Për shembull, Spaku thot, unë kam bërë përgjim ambiental, jo përgjim të gjyqtarit gjykatës kushtetuese, dhe kam qenë duke përgjuar sekserin, jo gjyqtarin. Kupton ti? Ja, s'është ashtu. Po nuk e di si është, po hedh hipotezë tani. Autorizimi është në emër konkret. Pastaj keni parasysh gjë tjetër. Si që Berisha për rastin Majko, që shishje për gënjeshtore dhe tha që nuk ka qenë në përgjim zoti Majko. Thjesht ka qenë denuncimi zotit Berisha. Njëta gjë, përgjimi ambiental. Se merren seriozisht deklaratat e zotit Berisha. Deklaratat politike janë gjëra të tjera. Pra merren seriozisht, nuk mund të reagojmë pas deklaratat që bën Saliu. Mirë, tani unë kam dhe një pyetje për ty, Valteri, përpara se besoj se jemi në minutat e fundit. Çfarë humbet Partia Socialiste pa Veliaj në fushat dhe gjithmonë nëse flasim nëse nuk ka një ndryshim të masës me Veliaj në burg? Tani, se kam dëgjuar shumë komente çfarë humbet ose çfarë fiton. E para... Në këtë rast në gjë për të fituar, besoj se ka, po? Jo, po të shpjegoj. Dikush komenton çfarë humbet dhe dikush komenton çfarë fiton, se e kundërta humbjes është fitoria. Ti ke dëmtuar kapitenin e ekipit, e ke jashtë loje. Merreni si të doni, me qëllim, pa qëllim, kapiteni e ekipit Tiranës, drejtuesi politik i qarkut Tiranë, 2 vjet më parë të dha një fitore me 58.000 vota, është fitoria që nuk e dia do ndodh më. Mirë po, tash më qenë se flasim pak për futboll. Ta mbaroj fjalën, pra ma lër ta them deri në fund. Futbolli është lojë grupi, është fryme. Po ma lër ta them një fjali deri në fund, të lutem, me shpirtin tënd rebel për të kundërshtuar çdo gjë. Dëgjoj deri në fund, të lutem. Dhe në momentin që ti dëmton, nuk është se sjell ndonjë përfitim shumë të madh. Nuk është se ka ndonjë përfitim Partia Socialiste, ku një prej lojtarëve më të mirë që e ka me mas sigurie pa gjyq, e ka në burg pa gjyq. Nëse Erion Veliaj do të dënoj si hajdut me një vendim formës prerë, apo me një vendim atëhere, të bëj burgun, të bëj çfarë doj, të jap llogari, sepse nuk është as në ndërgjegjen time, as në kurrizin tim të mbaj përgjegjësi se çfarë bën Erion Velia. Por ta mbash në burg Erion Veliaj 2 muaj përpara zgjedhjeve, që nuk ndryshon asnjë gjë, që mund ta bësh deri kur masën e arrestit me burg. Tani çfarë ndodh? Ka një gjë që do ta kuptoni ju dhe gjithë shqiptarët dhe gjithë ata që po na dëgjojnë. Partia Socialiste është një organizatë vullnetare, bashkim forcash vullnetare, si çdo parti, ku me këtë që po ndodh, me këtë hile apo me këtë padrejtësi që po na bëhet, do të motivohen 2 herë më shumë që në 11 maj të ketë një rezultat shumë herë më të madh se ai 2021-shit, i 2023-shit dhe do jetë me progresion në rritje. Kjo gjë do të ndodh për atë burrin atje dhe për atë burrin tjetër atje. Të 2 njerëzit që e kanë transformuar këtë qytet, po flas për Tiranën, që e kanë transformuar këtë qytet nga Moçal Hardhucash që e kishin lënë
hardhucat e moçalit politikës vjetër në një qytet evropian i cili është nga më të mirët në rajon dhe që faturohet atyre vetëm se kjo është a flitet me vizion se e pati dhe Lul Basha Vashkin dhe fleti gjumë. Mund të zgjidhjet flijet e divani Lulit, po arritet ta bësh Tiranë kohë. Atyre u faturohet. Kapiteni i ekipit merr edhe meritat, merr edhe ato kritikat. Kështu që kaq kisha për këtë pjesë. Faleminderit, Velteri. Qasjen e zotit Rama ndaj drejtësisë dhe standardet për të reformuar SPAK-un, se mundesh telegrafikisht. Tani në mënyrë telegrafike, shpejt. SPAK-u, jo vetëm SPAK-u, po dhe gjithë drejtësia ka nevojë për reformim. Pse? Sepse kemi gjyqet që po zgjasin gjyqet civile dhe avokatët që merren edhe me civile, se unë merr me penale më shumë, po shkojnë 30 vjet. 30 vjet po shkojnë. Ke gjyqe, ke njerëz që e kanë nisë gjyqin 40 vjeç, po shkojnë 70 vjeç dhe nuk po sepse dhe s'po merr provë, sepse njeriu duhet ta kemi thënë që duhet ta gëzoj provën gjatë kohës që janë botën tjetër, bëni varr të bukur. Pra neve këtë duhet parë kjo punë shumë shpejt. Pra jo vetëm tek standardet. Erdhi rasti zotit Velie, shumë mirë që përreagon politika, sepse do të thonë të majtët për këtë rast, jo vetëm për Velien, por duhet parë sistemi në tërësi. Sepse qëllimi i reformës së drejtësisë para ka qenë gjyqjet në kohë, pra afati i arsyeshëm. Ky është shkelur. E dyta, aksesi në drejtësi ka rënë. Nuk ka më ai aksesi i drejtësisë si më parë. Sot gjyqjet bën pjesa më e madhe, po shkon drejtomës këshillimit. Më përpara ti kishe gjyqje që bësh edhe një debat, një pretendim i diçka. Dhe ligje parashikojnë që duhet bëhen në sallë. Sot ti ke gjithë gjyqjet, pra ke gjyqjet fshehur, ke gjyqtarë që rrinë thonë këshillimi. Paleseni që zoti Rama po jep një spunto për të bërë. Zoti Rama duhet. Rama shumë largë. Rama mendoj që është shumë larg nga hallëve të popullit, duhet parë mirë kjo punë. Pra nuk është vetëm SPAK-u, duhet. Janë hallet e vërteta qytetarëve. Po janë hallet sepse që të marrojnë gjyqjet, kjo që të marrojnë gjyqjet. Kjo është puna. Për ju avokat? Shiko, unë... Nëse do të futesh pak të marrëdhënia Rama Velie, mund ma thuash me një fjalë, si e ke parë. Shiko, marrëdhënia për Ramën me Velien. Shiko, unë nuk e shikoj të ndarë atë betejë, thjesht... Janë bashkë në një llogore? Shiko, për betejën ligjore flas gjithmonë, jo për... Për betejën ligjore, unë po të them që Rama është shumë i vonuar për këto që pretendimin që thotë sot, sepse ai ka 2 portale, të cilat mbledh të gjitha problematikat që kanë qytetarët. Dhe një nga institucionet që duhet të merret është Ministria e Drejtësisë dhe adresimit që të bëj ai institucioni mbledhjes së problematikave që i ndan problemin. Ku është problematika me administratën, është me policinë, është me KLP-na, është me KLG-na, me tjera. Pra, ka shumë denoncime të qytetarëve, të cilët tani Rama po i mbledh. Po problemi nuk qëndron më te pjesa se Rama nuk do të ketë më fuqi dhe ta ndryshoj, nëse nuk ka një mazhorancë absolute. Në qoftë se nuk ka një konsensus. Për këtë mos keni merak avokat se llogarit me shifrat i bën mirë me opozitën kur i duan. Unë të garantoj, këtë ta them me përgjithësi, që në qoftë se ai do të fillojë të rrisi standardin dhe cilëtetin, në qoftë se do t'i futet me themel, ja ku e ke anërin, para 15 vjetësh, ja ku e kemi ashtu, e kemi thënë për këtë që po ndodh sot. Ka qenë kështu anëri? Po, patjetër. Për këtë që po ndodh sot dhe kam përshtypjen që në 2027 do të fillojë update i plot, por gjithmonë kur të fillojnë të prekin atë pjesë të institucionit auditit për sistemin e drejtësisë. Jo do të jetë. E qartë. Anëri dhe Frogerti, nga 30 sekonda kemi për ta përmbyllur. Kristje? Jo, she Kristje, she le të themi atë ndarjen e famshme mes Velie dhe Ramës, apo i she më në unison? Në Shqipëri çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Problemi është që ne zot merrem me çudira, ne do të flasim fakte dhe të rrim me këmbë tokë. Faktet janë kokorta, u shoh një kryeministër që ndryshon qasje dhe nuk e përkthej dot as si mesazh. Nis dhe në një fjalë ti e pret që ai të vazhdoj rrugën, bën mbrapa, bën një ndjetër mbrapa dhe në rastin konkret me zotin Velie, paktën që është pjesa e ekipit fitues i Shqipërisë, ai nuk është vetëm i Tiranës, pra se Tirana është xhevairi i Shqipërisë, ti nëse gjithë ekipi fitues të bie në burg dhe ti nuk respekton standardet, me gjithë fuqinë që ti jep ligji, me gjithë institucionet që i kenë në jo varësi, po të paktën që kanë duhet japin llogaridhënie sipas
nenit kushtetutës 128D-ja, çdo institucion, edhe këta SPAK-u, edhe GKK-ja, do t'japi llogari nëse e ka shkelur ligjin apo jo. Ndarjen e pushtetet e dim shumë mirë, nuk kemi nevojë të na japi leksione zoti Rama, se është neni i shtatë që bën ndarjen e pusteteve, por ama kemi ne si qytetarë të paktën ose si votues apo mbështetës të cilat do partie kërkojmë paktën llogari nga Rama apo ata që shkelin ligjin. Se nëse më fal dhe fundit me sekonda, nëse tani në një debat midis Ramës dhe SPAK-ut, njëri nga këta të dy e ka shkel ligjin. Tani o do kalojnë këta shpërdorim detyre, o do kalojnë Rama shpërdorim detyre, se s'mund të ketë debat pa fund, e vërtet. Pa shkele ligji. Të lutem Muça? Fajtor jemi që të gjithë. Sepse... Gjithë në shkërkova fajtor, unë të është mardhënja. Fajtor jemi që të gjithë tek standardet, unë preferoj që të ndjek linjën e debatit. Fajtor jemi që të gjithë, sepse në çështjet saktuara, qëndrimet kanë qenë të ndryshme. Diku do artrokisnin për Metën, pastaj do artrokisnin për Berishën, tani ju vjen keq për Velia në kështu me radhë. Po, Edi Rama është i vonuar për diskutimin e standardeve, por Edi Rama dhe kushdo që thonë që kjo drejtësia e ndarë dhe e pavarur duhet të riparë që të kthehet siç ishte, për mua janë në rrugën e gabuar. Erion Velia dhe Edi Rama kanë qenë, janë dhe do t'jenë skuadër, por Edi Rama nuk mundet që të shkeli parimin e tij që avokatin të gjykata zgjidhe vetë, të nuk mund të shkeli as me Erion Velien. Ka bërë më shumë se që... Me Kreshnikun të lutem me sekonda, do doja sepse do japi mundësi të gjithë të teleshikuesit të shohin edhe një herë intervistën e plot. Kreshnik, të lutem, ka le të themi distancim, çfarë sheh në raportin? Ma thuaj vetëm një fjalë, të lutem. Kam besim që mund ta përmbledhësh. Pyetja, kush? Për Ramën dhe Veliaj në raportin e tyre. Ja, nuk e besoj. Nuk ka, mendoj që është një taktik e pritshme, e kam thënë para një jave në emision, që fati i keq i Erion Velis është që partia e tij dhe kryeministrit do duan të futen fushat elektorale. Dhe vazhdimi i debatit për Erion Velin e dëmton Edi Ramën dhe Partinë Socialiste për 1 milion arsye. Pra ata do tentojnë që kjo çështje të harrohet, mos jetë pjesë 2 muajshit fushatës. E qartë. Faleminderit Kreshnik Spajiu, faleminderit zoti Petre, faleminderit Karanxha, faleminderit Muça, faleminderit Bale, faleminderit Valteri. Mirë, faleminderit dhe juve të nderuar teleshikues që ndruat me ne. Ky ishte Frontline për sot. Ju lë tani në minutazhin në vijim edhe një herë me intervistën e plotë të dhënë nga kryetari i Bashkisë Erion Velia nga Qelia përmes teknologjisë artificiale në Frontline. Natën e mirë. Përshëndetje zoti Veliaj, kanë kaluar 3 javë nga izolimi juaj në Qeli. Si i përgjigjeni të gjitha atyre që në fakt ju rreshtojnë në të njëjtën anë me Sali Berishën, me Ilir Metën, që edhe ju sulmoni SPAK-un? A nuk ishte reforma në drejtësi, karta për të cilën bërtiste më shumë Partia Socialiste? Jam larg Saliut dhe Metës sa Teniani nga djalli. As kam pasur bloqe për të vrarë 4 vetë në plumba në mish në 21 janar. As kam pasur djalë të pjek të gjallë 26 vetë në Gërdec. Pik, diferencë e madhe kjo. Partia Socialiste nuk bërtet se kjo e jona nuk është parti tallagjare. Patjetër, ndjemi mirë që vendi ka një drejtësi të pavarur. Tani, duhet parë si penetrua në majën e drejtësisë jurist me pesa me licencë noteri nga babi e emërim si prokuror nga e shoqja. Ky është një abuzim me besimin që Partia Socialiste i dha sistemi. Dhe kjo meriton reflektimi, janë prishur ligjet e fizikës. Tipikisht, ajka ri lart e lumi poshtë. Këtu lumi me pesa është lart, e ajka me dieta ose ka dalë nga sistemi, ose është në burg. A është në konflikt interesi prokurori Olz Dado me ju, zoti Veliaj, dhe pse nuk keni reaguar për sa kohë gjithë të muaj e gjithë çështja ka qenë në hetim? Olzi Dado është në konflikt interesi 24 orë në 24. Ka kërkuar si gopsek i pangopur metra shtesë që nuk i takojnë dhe nuk i ka marrë. Unë më mirë bëj burg të padrejt se të shkel ligjin që Olsi të marrë kate shtesë që nuk i takojnë te rruga e Kavajës. S'kam reaguar për një vit hetim, po unë jam shpallur në hetim ditën që jam ndaluar. Olsi Leçari, as nuk e regjistroi emrin, as veprën, si të reagoja në parathënie. Më akuzon Nesti
Angoni që se ekziston, më shpallin i dënuar, që në faqen e parë të dosjes dhe më thonë nuk pendohet. Në faqen e fundit, kujt politikani tjetër i është bërë 20 vjet vetting beach bus, nga 24 deri në 44 vjet. A ka pasur më herët komunikime ndërpersonale mes jush dhe zotit Dado? Po, ka pasur komunikime, e pranoj edhe vetë në seancë, siç pranoj edhe se ta tregoj unë ty, e di ku vete. Ku është parë kjo që një noter nga babi me pesa, gdhijet prokuror nga krevati dhe i thot kryetarit të bashkisë, ta tregoj unë ty që s'më dhe metrat e babëzisë së madhe. Kush është Nesti Angoni sipas Erion Veliajt? Nesti Angoni, kjo s'ka fare rëndësi, mund të jetë një sajese vetë, këtyre që hesapet personale i lajnë me vullën e logon e shtetit, si kam bërë kur kujt keq. Jam zgjuar çdo mëngjes këto vite që të bëj mirë, të bëj çdo ditë një shkollë, një kopësht, një çerdhe, një park, një rrugë, një shesh, një qendër sociale. Së mbaj mend të kem pushuar një fundjavë, i kam rënë në qafë familjes sime, si të ndihmoja mira njerëz sa kam pasur mundësi, por Nesti Angoni e Ols Dado janë të pangopur, si ja kam dalë tingi me sa duket. Por kjo nuk është më e rëndësishmja. Sot në SPAK ka edhe 2 kallëzime të tjera nga Nesti Angoni dhe bravo, i qoftë për sa kohë kaloi e para tani u normalizua. Ekzekutimi publik i kundërshtarit me letra anonime e vetting pa ligj për 20 vite shat 1300 ditë të jetës së njeriu. Pse nuk e keni përmendur asnjëherë Altin Tumanin në reagimet tuaja? Sepse ende lus Perëndim që një ditë do kuptoj se si po përdoret nga varësësit mediokër e hakmarrës për hesapet e tyre personale, po e përdori si Pilatin për Barab. Zoti e ndriçoft. Si qëndron e vërteta e një aratisje të mundshme apo mundësisë për të prishur provat nga ana juaj për cilën po flitet së fundmi? Far aratisje. Isha në Gjermani më 6 dhjetor dhe erdha, në SBA në 31 dhjetor dhe 21 janar dhe erdha. 3 herë kam provuar se as iki as tutem nga ky persekutim. Cilat prova do prish? Këtu prova quhen lodrat e djalit. I ka Olsi, të luaj gjithë ditën si kalama me Lego. Prov quhet Instagrami. Aty i ka. Kjo është çmenduri. Një ndërtues i babzitur po bën lolo gjithë sistemin e drejtësisë. Zoti Veliaj, çfarë prisni nga ankimimi juaj më 11 mars? Pres drejtësi, t'i kthehem punës në Tiranë, të bëjmë shkollat në Astir, të sjellim drekën për fëmijët në të gjitha shkollat e Tiranës, të bëjmë gati qytetin për Giro d'Italia dhe komunitetin politik evropian, e më e rëndësishmja të bashkohem me familjen time. A është arrestimi juaj me prapavijë politike? Kush mendoni se realisht ju donte jashtë fushatës së 11 majit? Dyshoj që SPAK vuan nga një kompleks për të bërë kandarin ku çdo palë të goditet dhe asnjë të mos fitojë pastër e drejt një shumicë të qartë. Kjo është një përpjekje e kohë. Me ose pa mua në Tiranë, Partia Socialiste dhe Edi Rama do fitojnë bindshëm mandatin për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Do që në nderin e SPAK të mos futej në politik ose si Di Pietro në Itali të bëjë parti politike e të kandidonte. Por me letra anonime dhe tafmane e Olsit për metra katror, po humbet imazhin e mirë që e mbështetën të gjithë. A keni pasur komunikim qoftë edhe shkresor me kryesocialistin Edi Rama dhe a keni qenë ju vërtet vija e kuqe Edi Ramës për SPAK-un? Edi Rama është kryeministri im, kryetari i një partisë dhe një mik i rrallë mentor i çmuar prej 20 vitesh. Nuk kam nevojë t'i çoj pusulla, se shokët e idealit nuk kanë nevojë të koordinohen për vlerat ku besojnë. Unë besoj tek Edi si kryeministri më i mirë i të gjitha kohërave, si i vetmi që mund të ngrej flamurin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe si i vetmi që mund të sigurojë që drejtësia e re dhe e pavarur të ketë jo vetëm shpatë, por edhe peshore. Keni pasur mundësi që të takoheni me djalin tuaj të vogël apo me bashkëshorten për gjatë këtyre ditëve në qeli, apo nuk ju është lejuar asnjë lloj takimi? Jo, nuk e kam takuar djalin. Nuk ja shpjegoj dot palot në sy nga shërin se ky vend ende i mallkon ata që punojnë, rrëzon ata që ndërtojnë, pengon ata që përpiqen, lufton atë që ndihmon çdo njeri në nevojë. Dua që ai të rritet në një Tiranë, të ecë në një shesh Skënderbej, të vrapojë te parku i liçenit, të luajë te parku Rinia, të mësoj te piramida e të ndihet krenar, që jati dha një dorë për qytetin më dinamik në Europë. Nuk i mbaj dot lotët kur më kujtoni djalin, po e le me kaq. Ajola është lejuar 2 herë. Të tjerët asnjë, as drejtuesit fetar, as kolegët, as miqt. Shpresoj që Olsi të ndihet burr i madh dhe trim me këto izolime banale. Si janë 24 orët tuaja në qeli, zoti Veliaj? Një dhomë 2 metër me 3 metër, iniciale të shkruara mureve, shule e dryna që trokullin ditë e natë dhe komunikim me pusulla. Por, prap se prap, jam shumë i lirë se ata që më sodën këtu. Jam më i lirë se Nesti Angoni që duhet të ndëroj emër e të shkoj si skuth në zyra postare me letra anonime. Më i lirë se Ols Dado që se
ka 5, se ka 7 apartamente nga lejtë e mia, burgun e ka në koke kur s'do ngopet. Më i lirë se portalet e Spakut që fyej në reformën në drejtësi, ku nxjerrin çdo material nga dosjet e bëhen palë. Në pa drejtësi, qofshi mirë Kamal, dhe ju dua shumë. Faleminderit.